Pas pak vime të suar në radhës, një falenderim special shkon për mbështetësit e mam, për lethizën dhe dinorios që janë të çdo javë me ne, por gjithashtu ju të dashurisht që na ndiqni dhe uroj shumë që të komentoni dhe të na jepni mesazhet tuaja këtu në YouTube dhe sigurisht ajo që është më e rëndësishme, na bëni subscribe, na djegur javë pas jave për videot që na hedhin dhe për të na sugjeruar më tepër. Kur është eftuar radhës, e ndjekim bashkë. Tek sa ita duhet të shohim rrahjet e zemrës mjeku, dhe aty nuk ishte as të kuqe as blu, as një shenjë që tregonte kur ai lëvizte pajisjen. Kuptova që ishte ajo heshtja që nuk e mbushte asnjë gjë në ato momente. Modesh të dilja, por për mjekët është pak më e zakonshme, sigurisht. Dhe pasi lexon më mbrapa, është thjesht 1 në 4 raste dhe ti po është thjesht 1 në 4 raste, por kjo ishte gjithmonë për mua ka për të mbetur fëmia im i dytë. Ka një lodhje që nuk shërohet me gjumë, sepse vjen pikërisht prej ti. Ka nëna që e duan pa fund dhe sakrifikojnë pa fund për fëmijën e tyre, po kur vjen ajo ora 3 e mëngjesit dhe ai qan sërish, apo sërish pas 1 ore, apo sërish pas 1 ore, sigurisht që ndihen të zbrazura e thua si doja dalë deri në fund. Jam këtu në studion e mam, Ornela Kullolli. Faleminderit që je sot në mam. Faleminderit Orinda për ftesën, është shumë kënaqësi. Në fakt, unë do ta filloj nga ti, sepse besoj që gjithë eksperienca e gjithçka ke bërë ti deri më tani ka nisur nga vetja. Do nisë që kur lindi fëmia yt, që kur ishe shtatzën, si ka qenë eksperienca jote, shtatzanis dhe vimësia e saj. Shtatzania ka qenë e lehtë, djali im Sjari tashmë 7 vjeç, ke të drejtë kur thua që çdo gjë nisi nga ai, sepse pas një lindje jo me shumë problematika, erdhi momenti i ushqyerjes me gjy, më pas gjumi. Ushqyerja me gjy ishte shumë sfiduese për mua, duke qenë edhe vetëm, jetoja vetëm me tim shoq, ai duhej të punonte dhe unë isha në shtëpi me djalin. Por si shtatzani ka qenë lehtë? Ka qenë lehtë. Kisha pak ato fiksimet e mia për ta dramatizuar pak situatën her pas here. Unë shikoja gjatë gjithë kohës video të bebave premature dhe kisha një ndjesi shumë të madhe që bebi im do të ishte prematur. Po pse? Pse të vinte kjo? E doja aq shumë shpejt ta kisha, sa thosha edhe nëse vjen herët, unë jam e sigurt që ai doja dalë. Dhe në javën e 28 madje pata edhe një problem me shtatzanin, një shkurtim të qafës së mitrës dhe nga i momente mbrapa thash, kjo gjëja ndoshta po manifestohet vërtet edhe ishte shumë i vogël që të vinte në jetë, dhe nga aty fillova ta merrja pak më me lehtësi situatën. Pastaj lindi në javën e 38 me një cezarian, pas shumë orësh përpjekjesh për një lindje vaginale, por nuk ndodhi sepse ishte para përgatitja ime, unë që mendoja që isha para përgatitur mjaftu shumë mirë, por ishte pak më e madhe ndoshta se unë ato momente edhe madje më aplikuan edhe epiduralin. Ka shkuar dëm në atë rast? Faktikisht e aplikuan edhe më thoshin mjafton që ta shtypësh tek butoni dhe lëngu do të vi që të qetësoj. Vetëm kur shkuam në sallë për të bërë operacionin, kuptuan që nuk ishte funksionuar dhe gjithë mundi dhe dhimbjet kishin shkuar praktikisht shumë më tepër se trupi im mund të përballonte. Dhe lindi pas një operacioni me anestezi totale në fund. Totale, sepse nuk po mundje dot, besoj, ishte e pamundur që të nuk ishte funksionuar. Dhe kështu, pastaj isha gjithmonë kam qenë... Si ka qenë momenti i zgjimit? Isha si në ëndër. Kur e pash djalin për herë të parë, e kisha imagjinuar shumë ndryshe, më erdhi shumë i kuq se çe kisha imagjinuar. Po këtë e kam thënë dhe më mbrapa në të hapësirën time në Instagram, sepse presim atë bebin shumë të bukur edhe të bardhë, por më ngjante shumë me vjerrin tim edhe shumë i kuq, thash, ku janë tiparet e mia këtu? Po që morin ka marrë nga të dy, edhe u duk pak më mbrapa. Se jati është tipik turk, unë pak më bjonde, Sjari është në mes. Është diçka e mesme. Ke qëndruar në spital për sa ditë?
për 2-3 ditë. Më pas, kaluam në shtëpi, ku sfidat e para që nisën ishin sfidat e gjithënjes. Në fakt, në spital ishin shumë të kujdesshëm që të më tregonin se si mund ta bëja ushqyerjen me gji, madje nëse duhet t'i ofroja shtesë, më dhanë edhe një gotë të vogël që të mund t'ja ofroja me të. Por sa e vështirë ishte për ne, sepse njëri t'i dridhej dora, njëri duhet i mbante kokën dhe kishin frikë se mos glënkat që ai thithte, ishin më të mëdha. Dhe aty nisëm biberonin edhe ushqyerjen edhe me shtesë. Pra ka qenë që fillim? Që në javët e para. Në momentin që nisëm, atë ditë më duhet të dilja edhe me tim shoq e thash, wow, që ka mirë, se unë mund të lë biberonin edhe mund të dalë. Edhe shija pastaj që ditë pas dite, djali po pinte 80% thuajse me biberon edhe 20% në gji. Thjesht nxihej kur e fusja në gji, nuk donte të qëndronte aty, ishte shumë i acaruar sepse nuk gjente sasinë e nevojshme të qumshtit. Pra kjo ishte si ta mësosh keq, le të themi në fillim. Që në fillim, ato më thoshin që mundesh dhe kur shkoja tek mjeku për të bërë kontrollin, e vendosnin në gji, kur vija unë në shtëpi nuk e vendosja dot në gji. Sepse ndjesit e mia në ato momente ndoshta paniku që unë përjetoja, emocioni që ta bëja të funksiononte pak si me zor, e bënte dhe atë të qante më tepër. Çdo herë që unë isha e mërzitur, transmetoje pra të lloj frika, të lloj paniku që ti kishe brenda vetes. Madje mund të citoj edhe një histori shumë interesante që besoj ndodh të gjitha mamave. Isha thuajse gjithë ditën me timbir në shtëpi, përpiqesha ta ushqeja, qante, nuk dija t'ja qetësoja dhimbjet e barkut. Dhe kur vinte im shoq në orën 6 pas dite nga puna, i hapja derën në atë gjendje që isha gjithë ditën me djalin. Edhe i ankohesha, nuk ka pirë, nuk ka fjetur, jam bërë kështu, nuk e di se çfarë ka. Dhe djali im që rinte kështu një bebe vogël, vetëm në ato momente ishte i qetë. Kur vinte im shoq. Të dëgjonte mirë leksionet që ti po i. Çka kam bërë sot? Ai shikonte njëherë mua, të vërtetën time, njërë të vërtetën nga djali që ishte shumë i qetë. Se duket, sepse bebat e ndjejnë, transmetohet çdo gjë që ne përjetojmë, edhe muajt e parë kanë qenë goxha të vështirë. Sfidus. Aq vështirë sa kur erdha në Shqipëri, pasi bebi ishte 2 muajsh, isha vajtur 48 kg dhe reagimi i parë i të gjithë njerëzve që më shishin ishte sa mirë, sa shpejt i ke hequr ti kilet, bravo të qoftë, ndërkohë realiteti im atje ishte ha frigoriferin, merr çik djath, domate, bukë, futen gojë direkt edhe shko sërish tek djali. Pra le të themi ishte një lloj shoku kjo pjesë e gjithdhënies, një gjë që ti duhet punoje, ndoshta edhe më përpara të kishe marrë informacionin e dur. Dhe kam përshtypjen që me gjithë informacionin që ne kemi ndër vite, shpesh mamat me fëmijën e parë gjenden në këtë lloj pozite. Është pak më e madhe se sa ti pret ajo vështirësia. Është sepse gjithsesi sa do të kesh lexuar, sa do të jesh përgatitur edhe me kurse laktacioni njëkohësisht, unë mendoj që prap ka një lloj përballje e cila është ndryshe nga ajo që ti ke imagjinuar. Duhet ndihma edhe pak më pas, jo vetëm përpara lindjes. Kjo është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme që ta shohë dikush nga afër se si bebi ushqehet ose vështirësinë që ka në mënyrë që ta jap ndihmën konkrete, jo në mënyrë të përgjithshme. Pa nuk ishte ju një njerëz le të themi të siguruar nga shteti siç ndodh në vende të tjera, le të themi të botës që mund të vijë dhe ta asistojë. Jo, në Turqi nuk është kjo, nuk ofrohet zakonisht. Mundet thjesht ta marrësh nëse ke privatisht. Por mua më kapi një tip inati me këtë punë, sepse kur pinte, nuk është se nuk e kapte gjirin. Dhe thash, okay, unë duhet gjej një mënyrë se si ta bëj këtë gjë të funksionoj. Kërkova shumë dhe pash për një sistem që ishte si me tub, që ushqe edhe merrte shtesën në të njëjtën kohë dhe gjirin në të njëjtën kohë, por ishte vetëm në Amerikë. Dhe sa të vinte ai, ne dim, gjithdhënia është kështu, punë ditësh, të vinte nga Amerika për 2-3 javë, do kishte mbaruar pjesë e saj gjithdhënies. Kërkova, gjeta vetëm ato tubat që përdoren edhe në pediatri që ushqen bebat e vegjël, dhe me ato kam provuar vetëm aty në dhomën e gjumit, që nga dita e parë, pastaj hoqëm biberonin, por jo shtesën, dhe pas 2 javësh, deri në 2 vjeç, djali im piu gjë. Ka qenë në gjë. Domethënë kjo ka qenë një iniciativë jotja dhe një insistim që ai të qëndronte në gjë. E kisha shumë të rëndësishme këtë gjë apo jo? E kisha të rëndësishme për veten time, pra doja ta shihja veten që po bëja diçka vërtet të vlefshme,
dhe që po e ndihmoja, po ja dilja me këtë gjë, se shihja që kishte një dritë shprese. Dhe në fakt kjo ishte metoda e fundit. Nëse dhe kjo nuk do të kishte funksionuar, do të isha shumë e lumtur në mënyrën se si ushqej idealim, se në fund të ditës e rëndësishme është që ai të ishte i shëndetshëm. Por kur e shihja që kur kishte gjiri qumësht dhe kur ishte i uritur pinte, thosha, po pi një herë, pse mos ta bëj të pi 2 herë, e 3 herë edhe kështu me radhë. Dhe në fakt, di pse dua të mbetem pak këtu, ka pasur shumë nëna për shembull, edhe ne përpiqemi herë pas here dhe ta stimulojmë pjesën e gjithëdhënies, përpiqemi shumë që t'i themi nëna shumë e rëndësishme. Por sigurisht që kur ti përballesh në mungesën e gjirit, në mungesën e qumshit, frustrohesh më tepër, duke sikur nuk po bën maksimumin. Ka nëna që thonë që të lutem mos flisni vetëm për sa mirë është për t'i dhënë me gjie se sa mirë, sa nënë e mirë je, sepse përkthehet edhe në këtë lloj forme. Por duhen mbështetur dhe ne që nuk kemi pasur mundësi t'i japim qumësh gjiri për shkakun sepse na ka përfunduar në një moment ose në një tjetër. Kështu që duket sikur nuk dua të dukemi këtu në mam sikur japim vetëm atë anën e bukur të gjithëdhënies. Le të themi ka sfidat e veta, por ndonjëherë edhe nuk ja del dot fare, ka nga ata që nuk ja dalin dot fare në këtë. Mendoj që mungojnë shumë mekanizma për ta ndihmuar nënën që të ketë një gjithëdhënie finale edhe të lehtë, ose përveç problemeve shëndetësore. Unë po flas si mami dhe jo si eksperte e kësaj gjëje, por siç e tham dhe më herët, nuk mjafton as të lexosh një libër, as të marrësh një trajnim, nëse ti pranë vetes në javët e para nuk ke dikë dhe e ofron, a kemi mekanizmat që çdo nën ta ketë dikë pranë, nuk e kemi. Kështu që nuk mund të vendosim gishtin as mamit, as situatës në cilën ndodhet, për vështirësitë që ajo has, sepse nuk ka një ndihmë ekstra, siç e the më herët, pra jashtë mund të ketë mami ose infermiere që vinë dhe ta bëjnë edhe më të lehtë, janë edhe politikat e shtetit të programuara në atë formë që ty ta bëjnë të lehtë që kjo gjë të funksionojë. Ne ndoshta këtu edhe e promovojmë këtë gjë shumë dhe nga ana tjetër e lëm në baltë në një farë forme, në një gjendje shumë të delikate nënën për t'ia dalë, edhe është shumë ajo lufta e brendshme. Ndoshta atë luftë brendshme kam pasur edhe unë atëherë që mu desh të haja veten me dhëm që të mund t'ia dilja nga pak. Në vërtet. Po, a ishte kjo një luftë le themi e shtyr nga opinioni, nga njerëzit të cilët le themi nga presioni i jashtëm, apo ishte si mami Ornela në atë rast? Si e gjykon ti sot kur e mendon, sepse kur e mendon më ftohtë pas disa vitesh fillon dhe kupton vërtet se çka ke ndier në atë moment. Po. Faktikisht nga njerëzit përreth, duke qenë se dhe kunata ime kishte lindur 2 vite përpara meje, ajo kishte ushqyer me biberon. Ime më që ishte pranë meje në ditët e para thoshte, s'ka gjë se dhe vajza filane, zenusa filane kanë ushqyer me biberon. Jepja, nuk ka, mos e mundo veten. Vjera thoshte të njëjtën gjë, por siç thash, ishte ajo sinjali që unë merrja nga i mbir që unë e kap gjirin, unë po pi tek gjiri, thjesht më duhet pak më tepër punë. Ndoshta një shtysë e brendshme, ndonjëherë kur ja e vetëm aty në dhomën e gjumit dhe lutesh që kjo gjëja të zgjidhet, që të vi një ndihmë, ndoshta Zoti ta sjell për brenda një mënyrë një tjetër. Le të themi dhe atë dëshirën për ta vazhduar. Dhe pastaj do të kalonim tek gjumi, se shumë i rëndësishme, unë e quaj më të rëndësishme në fakt, sepse siç na kanë pas thënë të parët tonë dhe babi im gjithmonë gjumi të rrit. Dhe unë mendoj që gjumi të rrit në fakt, të shëron, të bën të qetë. Po. Edhe sfidat e tua me gjumin. Nisën në muajin e 4 afërsisht. Deri në muajin e 3 pinte dhe flinte. Edhe në muajin e 4, majmend që isha këtu në Shqipëri në atë kohë, filloi të zgjoj shumë shpesh gjatë natës. Ime më thoshte, është normale, se rrite do të pi më tepër. Po s'm vënte sens se do rritej më tepër, do donte të pinte edhe më tepër. Shiko përreth, të njëjtat situata ishin dhe tek mikeshat e mia, tek njerëzit që njihja. Thash, okay, ne nënat shqiptare mund t'ja dalim, mund t'a përballojmë. Hajtë se kështu ke qenë dhe ti bebe, thoshte ime më, i ka ngjarë të jatit, thoshte vjera ime, por si ja bëjnë këto nënat në Amerikë, thosha me veten time, ose në Australi, ose në Europë, që nuk janë kaq si ne nënat shqiptare që patjetër duhet sakrifikojmë gjithë natën. Patjetër ne gjithmonë sakrifikojmë për bebat. Nuk ka nënë që bebi është smur dhe ajo të qëndrojë në gjumë. Ne jemi gjithmonë aty për ata, po nuk e shihja bebin tim të qetë, as ditën, as natën. Dhe doja të kuptoja se çfarë ishte normale, çfarë bënin në një vend totalisht tjetër që s'kishin këtë
dëmshurinë e të qëndruar gjithë natën zgjuar. Hajtë se kështu kam qëndruar unë, kështu do bësh dhe ti me bebin tënd, sa të rritet. Dhe kuptova aty, lexova sleep training, trajnim e gjumi, bebat që mund të flinin vetë, bebat që ishin mësuar te krevati i vetë. Lexoj një gjë, aplikoj një gjë. Në fillim sigurisht i aplikoja edhe gabim. Edhe i bëja llogaritjet e gjumit gabim. Edhe orëve, po. Për shembull, mbaj mend që duhet alia 3 orë zgjuar nga gjumi i fundit i ditës në të mbrëmjes. Unë e llogarisja gabim dhe më shkonte në 11 të natës, se llogarisja gjumin e fundit atë të orës 7. Dal nga dal, thjesht duke mbledhur këto gjërat e vogla që bënte ndryshime pozitive, fillova të merr edhe aty pak zemër. Për shembull, herën e parë që e kam vendosur të flej te krevati i vet, sa muaj edhe i rija kështu, rreth 4 muaj, i rija afër e mbështesja, edhe e tundja nga pak, por ja doli të flinte te krevati i vet, jo te krahu im. Dhe aq jam gëzuar dhe thjesht festoja në heshtje. Ajo festa kështu pa nxjerr zë, se po nxore zë do zgjohet. Dhe këto ishin ato gjërat e mira të para. Por këtë rutinë ti 4 muaj niste. Nuk është se kishte nisur një rutinë, le të themi, në fillim. 4 muaj fillova të lexoja si fillim. Ndoshta rreth muajit të 5 të 6 u stabilizuam pak më mirë. Pra deri në muajin e 4, cila ishte rutina jote me djalin? Thjesht sa i përket gjumit. Kur donte flinte gjumë, kur donte pinte. Fiks kështu. Thjesht në mbrëmje pa e kuptuar, ne kishim atë orën 9 që fiknim dritat, edhe ndoshta kjo ishte bërë edhe zakon trupit të tij që nga ora 9 e mbrapa të bënte një gjumë të mirë. Dhe gjatë ditës sipas dëshirës, një gjumë gjatë e bënte në karrocë për jashtë, siç e kanë tendencën bebat ta bëjnë. Pjesa tjetër kur e zinte në gjik, kur e zinte në pranë meje të krevati, në mënyra të ndryshme. Pra nuk është se ke pasur le të themi një diçka që mund të ketë nisur më përpara. Asnjë informacion madje. Asnjë informacion për këtë. Dhe ja niste seriozisht me këtë punë, që të kishe një program të saktë. Ja nisa thjesht rregulloja gjumin e djalit, edhe kuptova dhe pash që mund të përmirësoj situata. Filloi në mbrëmje të flinte më herët, kam disa episode interesante se vjera ime thoshte gjithmonë, unë fëmijët në orën 10 i kam vënë në gjumë, se prisnin teatrin që vinte nga puna, dhe shumë mirë janë. Si ka gjetur gjë, shumë mirë flinin ata. Këto janë ato thëniet e shpeshta që për gjithçka flasin dhe thonë, jo vetëm nënat, por edhe po të shohësh edhe rrjetin, nuk ka gjetur gjë fëmijët tanë, njësoj janë rritur, çfarë problemi ka? Ora 10 asaj duke normale, me idenë që unë po i bie derës të dëgjoj dritarja, që mund ta vendosësh dhe ti në orën 10. Çfarë problemi ka në këtë rast? Ornel, sipas gjykimit tënd, si nën, në radhë parë dhe pastaj si konsulent e gjumit. Të flesh herët është shumë e rëndësishme për zhvillimin e bebit, sepse cikli dhe biologjia e trupit ton është njësoj si e diellit, lindjes së diellit dhe perëndimit të diellit, si lulet që hapen në mëngjes dhe pastaj struken në mbrëmje, edhe trupi ynë ka nevojë që me lindjen e diellit të zgjohet dhe me perëndimin të flej gjumë, në mënyrë që të marrë edhe gjatë gjithë natës të gjithë sasinë e gjumit nevojshme që e ka, që një bebe ka të nevojshme pas muajit të 4-5, se nuk duhet i fus nënat në 3 muajt e parë në presionin që, po, pas muajit të 5 duhet që të bëj 11 deri në 12 orë gjumë gjatë natës. Mund të ketë shkëputje për të ushqyer, po të shtrihemi në orën 7-8 dhe të zgjohemi në orën 7-8, ta ndezim dritën, le të themi, në mëngjes në orën 7-8. Edhe vendosja e djalit tim në orën 7 në mbrëmje në gjumë, sigurisht hasi edhe kundërshtime nga familjarët. Mbaj mend, unë jetoja në Turqi në pjesë më të madhe, vetëm në Shqipëri vija për pushime. Vjeri im e linte punën kryesisht rreth orës 5, shkonte në shtëpi, hante darkën, bëheshin gati edhe nga ora 6:30-7 vinin për nesër dhe shikonin bebin. Dhe si t'ja u thosha që unë do nis rutinën, se do bëj rutina e plot, do lahej bebi. 1-2 herë ja mora kështu si me Terezi, do lahemi tani, po më vinte shumë zorë, sepse kam qenë një gocë që nuk e thoja dot jon, isha shumë e bindur për çdo gjë që për të mos ja u prishur zemrën askujt. Derisa erdhi moment që i thash si me Vjere që po ju hajdeni që në 5 deri në 7 se unë do bëj rutinën, dhe këtu nisi ajo që ç'ne kjo gjëja e orës 7. Dhe jam menduar një javë atë kohë, a do e marri për keq, a do zëmrohet, sepse por në fakt e dija që ishte joja që thash për tim birë. Pra, u bëra në ato momente avokate e nevojave që ai kishte. Dhe ati ka shërbyer shumë kjo gjë. Sa herë që ka qenë
s'pak së mur, ka fjetur pak më tepër, është shëruar më lehtë. Daljet e dhëmbëve, regreset. Unë mendoj që gjumi i shëron të gjitha. Si ne, kur nuk ndihemi mirë, gjumë duam edhe do të ndihemi më mirë më pas. Ai restarti që jep organizmit çdo ditë, dhe ti kur nuk e bën mirë dhe me orë të dhura të restarte, nuk do ndihesh asnjëherë mirë dhe sigurisht që imuniteti fillon dhe bie në këtë rast. Dhe si reagoi djali? Pas kësaj rutine. Unë isha e bindur. Regreset, kur filluan ato momentet që ty herë pas here mund të bënin të dyshoje mbi atë teknikë që po ndiqe rreth trajnimit të gjumit, që themi. Kur ja jep fëmijës atë që do t'i japësh me bindje, që kjo është e dura për të, dhe kisha lexuar mjaftueshëm shembuj për të kuptuar që kisha shumë nëna që e bënin dhe vendosnin fëmijën herët në mbrëmje. Atëherë transmetimi që unë i bëra fëmijës ishte që, okay, në orën 7 ne e bëjmë të gjë dhe flem gjumë, dhe nuk ka qenë fare e vështirë aplikimi kësaj gjëje. Ka qenë më e vështirë sigurisht ta mësoje të flinte te krevati i vet, veçanërisht kur kalonte regreset. Se në regreset bebat ka nevojë më shumë të qëndrojnë në gjit, i zërë gjumi aty, sapo e ndjejnë që kanë shkuar te krevati, zgjohen se duan të vinë te krau. Shumë më ka dhëmbur mezi në ato kohë, sepse e mbaja në krah sa të përgjume, pastaj e shtrija mbi krevat, po nuk e lëshoja, sepse doja që të ndjente edhe krahun tim, edhe krevatin. Dhe rria kështu përkullur gjysëm jashtë krevatit, gjysëm brenda. Hiqja një dorë, ai fillonte të lëvizte. Ledhatime për këdhelje, pësh. Dhe pastaj nuk ka qenë asnjëherë gjumi perfekt me djalin tim, pavarësisht se unë e kam mësuar me rregulla, sa herë që ka pas regrese, nuk ka lënë shansin që ti lëshoj të mos të kapë në njërin. Vinte në gjumë në ora 7, pas 4 muajve, dhe zgjojë natën? Zgjohej, po, deri në 2 herë zgjohej për të pirë. Deri në 2 herë, pra le të themi në ora 2 dhe në ora 4, po, si e ka pasur, pak a shumë. Pinte rreth orës 12, pastaj pinte rreth orës 4, pastaj zgjohej në orën 6 ose 7 mëngjesit. Kjo ka qenë si rutinë. Deri në çfarë muaj zgjohej natën? Deri në muajin e 9 ai ka pirë një herë, pastaj pas kësaj unë mbaj mend që nuk ka pirë më. Do të thënë muaj 11 nuk e ka kërkuar më. Filluam paksimin gradual, që do të thotë natën i jepja pakës më pak gji, dhe ditën përpiqesha ta ushqeja dhe më tepër. Dhe kjo e ndihmoi që të kalonte ato ushqyerjet e natës, t'i bënte në ushqyerjet plota gjatë ditës. Dua të theksoj këtu edhe diçka. Duket e thjesht kur e thua kështu, po në praktik kërkon pak mundim, edhe nuk dua ta bëj të duket si e thjeshtë, hiqja pak këtu, vendose pak atje. Është shumë e rëndësishme që nëse duam që bebi të ushqehet, të ketë një ushqyerje të mirë gjatë natës, që do të thotë jo shumë dhe tepër si zakonisht kanë bebat, duhet fokusohemi tek ushqyerja gjatë ditës. Duhet kenë orare të rregullta të ushqyerjes së ngurtë, të ushqyerjes me gji ose me beberon. Është thelbësore, sepse bebi atë që nuk e pi ditën, do ta kërkojë natën. Stomaku do të mbushet në një formë apo në një tjetër. Dhe në këtë cikël hym zakonisht, nuk më ha ditën, jam e detyruar që t'i jap gjatë natës. Duhet, unë mendoj që një beb ka nevojë për rutina, për rregulla. Çdo ditë të njëjtat orare të ketë ushqimin, të ketë shëtitjen, ketë lojrat, ketë gjumin, në mënyrë që trupi të mësohet që në këto orare ne e bëjmë të aktivitetet, trupi i bebi do të mësohet pas disa ditësh. Nuk mund t'ja lëm timonin bebit në dorë. Është shumë e rëndësishme që ne ti tregojmë në një farë forme. Për shembull, dëgjoj nëna dhe më shkruajnë shumë që unë bebin e lë të flej kur të doj dhe i vendos vetë oraret e veta. Edhe orari që ka vendosur është ora 2 e natës, edhe zgjohet në orën 12. Po unë se kam problem se jam në shtëpi, se le të flej deri në 12. Nuk është okay për ciklin e bebit. Nuk është e vërtetë. Ky beb tani është 6 muaj dhe ti se ke problem, po ky nuk mund të socializohet se në orën 10 dalin bebat e tjerë te parku. Bebi u zgjohet në 12, do hajmë mëngjesin, vajti ora 2. U ersua, se normalisht nuk bëjnë do të xhiron pas dite. Pastaj në mbrëmje ka nevojë për gjumë që ti të mund të rekuperohesh, të kalosh kohë me fëmijët më të mëdhenj ose me partnerin. Dhe kemi pastaj gjithmonë një mami shumë të lodhur për shkak të këtyre orareve, një babi që flen në kuzhinë në pjesën më të madhe të kohës, dhe kështu.
Dhe në fakt, unë dua të insistoj të kjo pjesë, sepse me qenë se po flasim për gjumë dhe sa i rëndësishëm është dhe rutina, sepse ndoshta shumë gjëra edhe kanë ndryshuar me vite dhe sa i përket teorisë. Kur flasim, ne kemi folur bashkë atëherë kur të prezantoja librin e Gina Ford, që normalisht është shumë strikte dhe ka disa metoda që sot pothuajse po përjashtohen nga teoritë e Gina Ford, por gjithsesi janë metoda për t'i vënë një rutinë të mirë bebit. Mua më kanë funksionuar për shumë, për sot që flasim, ndoshta do kisha zgjedhur edhe format e tjera pak më të buta se ajo që kishte Gina Ford. Megjithatë, sot që flasim, vetmja gjë që ka mbetur, që është shumë e rëndësishme, që unë nuk besoj që ndryshon nga njëri, le të themi, trajnues gjumit tek tjetri apo edhe tek mjekët, është fakti që ora biologjike duhet bërë. Dhe një fëmijë që zgjohet herët është një fëmijë më i shëndetshëm. Pra, një fëmijë që zgjohet në ora 7 mëngjesit, 6 mëngjesit, se varet kur e ka pikun e zgjimit, sepse për shembull atare ka pasur një moment 5 mëngjesit, por flinte në ora 6:30, s'kisha çfarë bëja. Kështu që do i shkoja sipas fije, e rëndësishme është që të bënte orët e veta, në momentin që ti ke hequr dhe atë gjumin e drekës apo këto. Por duhet insistuar tek ky cikël. Baby ka oraret e veta, që nuk ndikohet nga ne. Zakonisht në verë e ndjej më shumë tek mamat që duan të dalin nga këto rutinat. Do dalim xhiro në mbrëmje. Kur ta vendos, fillojmë që në maj pyetjet, që dhe janë të shpeshta, kur ta vendos tani në gjumë. I them, dje ishte 6 muaj, sot është 6:30. Çfarë ndodhi me bebin tënd që sot duhet flej më vonë? Okej, ti ke nevojat e tua, edhe shpeshherë tregoj dhe teknika si ta ndihmojmë që të flejtë karroca, të mësohet ta bëj gjumin jashtë, ta bëjmë një rutinë pak më të shkurtuar, por është e nevojshme që bebi të flej herët, sepse është shumë e shëndetshme për të. Do të haj më mirë të nesërmen, në oraret e duhura, do të luaj më mirë, shohim beba që nuk kanë fare durim për të luajtur, dhe kjo ndodh edhe neve, sepse nuk kemi përqendrim kur ne rrim pa gjumë. Shohim beba që e kanë vështirë të socializohen në disa raste sepse nuk kanë durimin të hyjnë asaj marrëdhënie, edhe grindja që hasin gjatë kohës. Për të mos folur pastaj edhe për unë nuk i prek shpesh të ardhmen, sepse nuk dua që ta bëjmë gjumin kaq stresues sa të na vërë në presion që ta rregullojmë o sot o kur, por ndikon edhe tek e ardhmja, sepse pagjumësia që që një beb ka tani, do të ndikojë edhe pagjumësia që ai do të ketë kur të jetë një i rritur, dhe e dim sa i rëndësishëm është, vetëm tani e dim se sa i rëndësishëm është gjumi, po edhe mënyra e ushqyerjes, të gjitha lidhen me njëra tjetrën. Nuk është fare e vështirë nëse ne nisim nga e para. Edhe unë për këtë jam përpjekur të edukoj në kaq vite. Që nga muajt e parë, mjafton vetëm një rutinë. Dushi, masazhi, përqafimi, shumë dashuri, ushqyerje e mirë, mbështjellje ose thesi, dhe të përpiqemi ta vendosim në gjumë. Çfarë na ndikon kjo? Çfarë na ndihmon rutina? Nëse e bëjmë çdo mbrëmje në orën 7:30 në mbrëmje, në orën 8 bebi do të flej gjumë. Dhe kjo i mundson orarin më të hershëm në mbrëmje. Gjatë natës, çfarë duhet bëjmë? Ta mbajmë dhomën sa më të errët, sepse drita, qoftë edhe telefonit, qoftë edhe televizorit në dhomë, bebi i ndalon prodhimin e melatoninës, që është hormoni që sjell gjumin. Çfarë fitojmë nëse e kemi dhomën e errët? Një bebë që ka natën natë dhe ditën ditë, se zakonisht dhe i ngatrojnë. Gjatë ditës, çfarë mund të bëjmë? Thjesht të ruajmë distancat nga njëri gjumë në tjetrin. Disa gjumet i bëjnë edhe në karrocë, disa jashtë shtëpie xhiro, disa në gjë, disa me lëkundje, disa te krevati vet. Fleksibiliteti është shumë i rëndësishëm. Unë i them gjithmonë mamave, nuk ka një bebë që ka ardhur me guid. Unë fle vetëm duke u tundur mbi jastëk. Unë po spata diepin nuk fle. Këto janë gjëra që ne ja mësojmë të detyruar, ndoshta nga rrethanat, ka qarë shumë, nuk është qetësuar. Arsyet janë nga më të ndryshmet. Por sa më fleksibël të jemi, në sa më moshë të hershme, të i tregojmë bebit edhe gjumin tek Sexolino, edhe gjumin tek karroca, edhe tek krau i babit, edhe tek nëna, edhe tek salloni. Pra jo vetëm në shtrat. Atëherë, do të kemi një jetë shumë të thjeshtë dhe bebi do të ambientohet më lehtë. Nëse do të theshe pas në kohë, çfarë do të thoje mami Ornelës sa i përket gjumit, që do të vinte në ndihmë, gjëra që mund të kenë ndryshuar gjatë rrugës, që ty mund të vinë në ndihmë më mirë se sa teoritë e sa koha? Unë mendoj që gjumi për mua nuk është thjesht, dhe gjumi i fëmijës tim është më tepër se kaq, se mua më ndryshoi jetën shumë kjo vështirësia, kjo gjë që erdhi në formë në një vështirësie. Unë kisha ikur nga Shqipëria 2 vite përpara se të lindte djali,
dhe kisha ikur me ëndra të mda, por atje u gjeta kështu vetëm mami dhe më mungonte kjo pjesa e të bëri diçka për të ndihmuar nënat e tjera, për të ndihmuar njerëzit që ishin në të njëjtin situatë. Dhe ndoshta do thoja që nuk do të ndryshoja asnjë gjë, do ta përjetoja me aq vështirësi, sepse ato vështirësi më hapën një derë shumë të madhe, që ishte kjo që bëj edhe tani, të ndaj ato që unë di me nënat. E shoh ti mbirë si bekim timin, si shpëtimtar, edhe sa herë që e them këtë normalisht shqiprekem, unë këtu kam studiuar juridikun në Shqipëri, një gjë tjetër totalisht bëj tani, por gjithmonë kam dashur që t'jem në kontakt me njerëzit, të kem një ekran të vogël që të më shohin edhe të më dëgjojnë në ato gjëra që dua të them nga shpirti dhe e di që gjumi ishte shpëtimtar jo vetëm i djalit tim, por edhe imi. Mirë, sfida me shëndetin keni pasur gjatë viteve të para, le të themi temperatura, problematika të tjera që ty të kanë, le të themi, shkundur si mami. Në 2 vitet e para nuk kemi pasur asnjë gjë serioze përveç se ndonjë temperature edhe ato kur dilte ndonjë dëmb. Gjëja e parë e cila na i ka prishur pak Terezin ishte rreth moshës 2 vjeç e gjysmë 3 kur dyshuam që mund të kishte pak alergji dhe e dërguam për të bërë testet e alergjisë e doli alergjik nga disa gjëra që kohëve të fundit dukshëm po ndikonte në shëndetin e tij. Sëmurej shumë shpesh, kishte koll, na duhej shpeshherë të merrnim ndonjë antibiotike edhe pse atje nuk ta japin me shumë lehtësi, por dukshëm nuk ishte rehat. Edhe filloi kjo le të themi maratona e alergjisë, saqë në një moment kur shkoj për një vizitë tek mjekja, se unë përpiqej që të merrja gjërat me lehtësi në mënyrë që të mos ta dramatizoja situatën. Mjekja na tha në një takim që patëm, ju nuk jeni dhe aq prindër të përgjegjshëm, sepse në rastin tuaj ju duhet të shëtisni me pompë me vete. Edhe kjo fjala me pompë me vete, sepse djalim në çdo moment mund të ketë një atak alergjie, për mua ishte shumë e rëndë. E para sepse na i tha në sy se sa të papërgjegjshëm ishim, ne ishim në një park atë ditë, edhe ai si fëmijë i vogël u mbështet pas stolave, por në Istanbul ka shumë mace, shumë fare kudo. Dhe i ka alergji nga macet. Unë mbështet në stola edhe filloi të kollitej shumë edhe të kishte probleme me frymarrjen. Ndoshta reagimi i saj ishte për të na shkundur. U shkunda, por në një formë tjetër. Nga ajo çast e mbrapa, fillova të meditoja. Kisha medituar dhe më herët për gjëra të tjera, por këtë herë për shëndetin e djalit tim. Sa herë që ai flinte në mbrëmje, i hulesha aty pranë krevatit. Dhe imagjinoja se si ishte i shëndetshëm, se si mushkriti kishte të pastra, se si hundën e kishte të liruar dhe merrte frymëlirisht. Ja thoja me afirmime, ti je shumë i shëndetshëm, ti je shumë i fortë. Ai sa në një moment kur vajte rreth 3 vjeç e gjysmë dhe ishte lehtësuar këto simptomat, më tha një ditë, "Mami, alergjia është thjesht një shaka, apo jo?" Edhe aty kuptova që diçka në ndërdijen e tij kishte ndryshuar. Dhe unë besoj shumë te kjo gjë. Mënyra se si ne e zbusim ose e zmadhojmë situatën në cilën jemi, ose energjia që i çojmë asaj e bën më mirë ose edhe më keq. Kush ta mësoi ty këtë gjë? Ka qenë një moment në jetën time ku puna ime ishte shumë e mirë. Edhe unë fitoja edhe shumë, ndihmoja shumë nëna, nuk flija, isha shumë e lodhur. Dhe duke bërë kaq shumë gjëra, më vinin ndonjëherë komente të tipit çfarë nëne je ti që e vendos fëmijën që në 7. Ti do thjesht shikosh qefin tënd, e ke bërë atë fëmijë robot. Më vinte shumë rënd nga këto fjalë sepse nuk ishin të vërteta dhe unë e dija që nuk ishin, po prap e lëndonin atë brishtësinë që unë kisha në ato vitet e para. Edhe mundohesha t'i thosha nënave vërini se kjo është mirë. Edhe pra përpiqja të edukohesha, nga ana tjetër më vinin thumba. Pata një moment në të cilin humba ndjenjat në shtëpi, edhe thjesht isha ulur, ushtriva në divan, por nuk arria dot as të flisja, as të ndihmoja veten. Për fat mirë ishte edhe im shoq aty dhe okej, uj edhe më pas u qetësova pas një gjumi goxha më të thellë. Thjesht në ato momente di që u luta shumë fort. Thash, Zot, të lutem më nxirr nga kjo gjendje, sepse nëse kjo ndodh kur unë jam vetëm me djalin tim në shtëpi, kush do ta ndihmoj atë?
Dhe ky ishte momenti që unë thjesht kërkova ndihmë. Më doli përpara një meditim 21 ditor që bëhej nga një mentorja ime që e dua shumë, nëse mundem t'ja përmend emrin, Antigona Behrami. Ajo bënte meditime 21 ditore pa pagesë në ato ditë në Instagram dhe unë nisa nga aty. Edhe këtë, siç ishte edhe puna e gjithëdhënies, e ndjej si thirrje të brendshme që në një formë, në një tjetër, nga një njeri apo nga një tjetër, të vjen ndihma kur vërtet shpirti yt e kërkon fort. Nga aty nisa meditimet, edhe pastaj i kam përdorur qoftë për të manifestuar më tepër gjëra për veten, qoftë për të qenë më i qetë, sepse ndonjëherë nuk ke nevojë thjesht të manifestosh para apo makina, sepse ne e dimë se cila është më e rëndësishmja. Ajo qetësia e brendshme që kur nuk e ke atë, nuk shikon dot gjërat e tjera. Dhe kur unë fillova të shihja gjërat e tjera, edhe mamat në Instagram më thoshin, si mund t'i jesh kaq e lumtur? Unë i thosha, po unë nis falënderimin që nga fakti që marr frymë sot, që djali im do e përqafoj mamin sot, që unë do e përqafoj ti mbir sot, vetëm nga ky thelb e nis ditën dhe kjo mua më bën të plotësuar. Dhe këtë e ka transmetuar besoj te djali, në formën se si, në formën kjo jep një lloj qetësie, kjo jep një lloj pozitiviteti, po edhe tek fëmia, që ende është fëmijë, edhe se atë ti mendon që ai nuk e kupton, pra ai kupton energjinë apo jo. Si Ari është një djalë shumë i matur për moshën, edhe është shumë i qetë, kemi komunikimin shumë të fortë, dhe kjo qetësia me cilën unë jam përpjekur t'ja transmetoj të gjitha, sigurisht është fëmijë, edhe ka ato momentet e veta, por vetëm para pak ditësh, unë më iku zëri, më ngjir zëri, edhe po e eksagjeroja pak më tepër për ta kthyer në formë loje në shtëpi, dhe ajo që ai tha, dhe aty e kupton, nuk është se ai të jep fjalim ty dhe ti kupton që pas ka pasur efekt. Aty sa, nëse ti bën sikur të ka ikur zëri, do të ik me të vërtet. Pra ai e kishte kuptuar që atë që unë i them, nëse ti sillesh dhe bën si i mërzitur dhe sikur të kanë ndodhur gjitha problemet ndaja, vërtet do të vinë ato. Shijoj gjërat, shiko sa gjëra kemi. Përpiqem që gjatë gjithë kohës, edhe kur ai ankohet se s'kam mjaftueshëm lodra, të fillojmë dhe ti të falenderojmë dhe ti numërojmë me radhë se sa shumë kemi. Nga cila ka alergji tjetër përveç macës? Macea, qeni, kali, pluhurat e shtëpisë edhe këto mikrobet e vogla në shtëpi. I vazhdoni t'jeni me pompë? Jo. Ne nuk e përdorëm. Nuk e përdorëm pompën. Ne kemi gjithmonë një shurup alergjie me vete, por siç thash, meditimi të hyra shumë thellë se ç'mund të tregoj në kuptimin që është një gjë e përditshme. Pra, nëse unë kisha bindjen që vërtet djali im ishte alergjik, punova me mendimet e mia dhe arrita deri në atë fazë se thosha djali im është i shëndetshëm. Këtë e kam bërë dhe me atë edhe me veten time. Kemi edhe siç thash për një gjendje shëndetësore ti mendon që mund të ndryshoj nga një meditim? Jo nga një meditim. Ne kemi pasur gjithmonë mjekimet aty, në rast se ati ndodhte që të kishte ndonjë bllokim apo që të kishte nevojë për ta përdorur atë Sprite-in. Asnjëherë unë nuk kam vendosur në rrezik me idenë apo çmendurinë time që duhet patjetër ta zgjidhim të gjë në këtë formë, sepse edhe ai është presion që ti bën vetes nëse ti e vendos në kuadratin që o me meditim o s'ka, ose o me ilaçe o s'ka, thjesht jam me hapur ndaj të parit të situatës. Nëse kemi nevojë për ilaçin, e përdorim ilaçin. Nëse dhe në pjesën tjetër pastaj fillojmë dhe edhe në shtëpi ne ecim dhe themi jemi të shëndetshëm, jemi shumë mirë, jemi të lumtur, ne jemi të bukur, ne kemi këta afirmime tona që unë mendoj që ndikojnë në lindjen e qelizave më të shëndetshme edhe më të bukura. Dhe kjo e ka lehtësuar. E futet djalin në kopësht në çfarë mosha? Në çerdhe është futur që në 18 muaj. Pse zgjodha aq herët? Zgjodha sepse nuk ri dot pa bërë edhe gjëra për veten. Kisha filluar, sapo kisha filluar t'i futesha pak më tepër gjumit dhe ndjeja që djali vetëm me mua gjatë gjithë kohës nuk është se po i shërbente dhe aq shumë në të gjitha aspektet. Fliste shqip, ishte gjë e mirë, por ne jetonim në Turqi. Kështu që shkonim në park, nuk arrinte dot të socializohej me të tjerët. Mu desh të çoja për rreth 1 ose 2 orë në ditë si fillim, sa të fillonte të luante me shokët, se në çdo herë që e shihte dikush rrugës, ai kapej pas këmbës time dhe nuk donte që të miqësohej ose të futej në lojë.
Dhe mendova që duhej të shkonte atje. Kjo ishte një arsye tjetër ajo që përmenda në fillim, ndjeja që doja të bëja diçka për veten dhe këtë nuk e quaj egoizëm, e quaj partneritet mes meje dhe tim biri që ne të dy, që ti jemi të dy të qetë, të lumtur, të shëndetshëm, ti pak kohë me shokët e tu, unë pak kohë me punën veten time, po, në këtë lloj forme ka nisur. Mirë, dhe këtu do të niste pra i gjithë trajnimi i të gjumit, apo që vendose tani më që do i futesh kësaj. Po. Krijova disa programe. Në fillim ishin një me një konsultat që bëja me nënat. Ishte shumë e lodhshme, por merja shumë kënaqësi, teksa shija se si bebat një nga një fillonin të flinë më mirë. Po trajnimin si e bëre? Trajnimin e gjumit vetë. Unë fillova, të gjitha të gjërat që unë i thoja nënës një më një, fillova të hithja dhe të shkruaja në formën e një programi, por gjithmonë të shoqëruara me video, në të cilat shpjegoja hap pas hapi se si duhej bërë çdo proces. Duke filluar që nga rutina, kur duhet zgjohen në mëngjes, si duhet ishte rutina e mëngjesit, rutina përpara gjumeve të ditës, pastaj vendosja e bebit te krevati i vet, të qëndrojë më afër në mënyrë që të qetësohet derisa të përshtatet atij. Ti vetë bëre një trajnim më të specializuar? Patjetër. Unë jam e certifikuar në Cradle Coach Academy, e cila është një akademi që certifikon konsulentët e gjumit, ajo ndodhet në Amerikë, janë certifikuar online. Si funksionon? Si funksionon ky certifikim për të kuptuar më tepër? Për sa i përket gjumit, nuk ka një shkollë të cilën ne mund ta ndjekim, se unë jam interesuar shumë nëse do të kishte, madje tashmë jam duke hedhur hapat për të ndjekur një fakultet në lidhje me zhvillimin e fëmijës, të paktën diçka më të përgjithshme se sa vetë gjumi. Kështu që e vetë një mënyrë ishte të certifikoheshe në organizatat, në institucione, të cilat tashmë kishin marrë një certifikim dhe ato për të trajnues gjumi. Duke parë se cila më jepte mua ndjesinë e një institucioni më profesional, zgjodha këtë dhe aty mëson të gjitha situatat nga më të ndryshme të fëmijëve që janë pak më të lehtë, ata që janë pak më të vështirë. Për shembull ka fëmijë që sapo i vendos në krevat stimulojnë edhe të vjellat për të dalë nga krevati. Pas një trajnimi që cili zgjati rreth 6 muaj, unë u certifikova dhe që nga ai moment pastaj jam përpjekur me gjithë zemër që të ndihmoj nënat. E shoh kështu si investim edhe për Shqipërinë, një brez që rritet me një gjumë më të mirë dhe më të shëndetshëm, për mua është e bukur. I ke vetëm nga Shqipëria klientët? Janë shqiptare, kështu që janë nga e gjithë bota, por nëna shqiptare. Nëna shqiptare. Ka nisur tek e tek, siç më the, pastaj. Nisur tek e tek, pastaj me programe të cilat përfshinin një tërësi problematikash. Nënave jam e sigurt që ka shërbyer shumë, jo vetëm për të gjithë feedbackun që ato kanë dhënë, por sepse lehtësimi i gjumit për fëmijën është edhe lehtësimi i gjumit për gjithë familjen. Nënat dhe baballarët më shkruan ndonjëherë. Thuaj asaj Ornelës, faleminderit shumë se që kemi zgjitur. Dhe cilat janë ato nevojat më të shpeshta që ti sheh si kërkesa nga mamat? Ka një ndryshim përpara disa vitesh dhe sot. Përpara disa vitesh kërkoj ndihmë për gjumin për bebat rreth 15-16 muaj. Pra, nëna deri në atë moshë e kishin pranuar këtë gjë si normale, është i vogël, nuk fle, ndërsa tani që në muajin e dytë, kur e fillojmë atë trajnimin e gjumit, a ka trajnim gjumi për tani dhe kaq është pak e nxituar. Ju them, shijojeni dhe fokusoheni tek ushqyerja e mirë. Bebi është e rëndësishme që të marrë peshë në muajt e parë, pastaj të fokusohemi tek gjumi. Duke i thënë dhe ato këshillat që përmenda më herët për rutinën edhe ndriçimin në dhomë që i ndihmojnë, nga muaji i 4 e kërkojnë kryesisht që bebi tashmë të mësohet te krevati i vet. Sa po më thet në muajin e 4 në fakt, por sot po flasim shpeshherë edhe për ballemi, le të themi edhe me një lloj gjykimi që si e çon fëmijën që 4 muajsh në një shtrat tjetër, unë vetë kam çuar 6 muajshe, po kjo nis edhe më herët, por edhe teoritë ndryshojnë vit pas viti, kemi teori të tjera sa më afër bebin vet, ndaj afër vetes, le të themi, jo co-sleeping, ka shumë që shumica e çdo program, besoj i mundshëm edhe çdo mjek nuk e sugjeron për shkak edhe të frikës që mund ta mbysësh fëmijën edhe për shkak të sigurisë, por gjithsesi ka një lloj qasje tjetër sa i përket nxjerrjes në një dhomë tjetër të bebit, duket sikur
her pas here ndryshon e thotë, mbaje, pse mos ta mbash? Kur ka nevojë bebi të shkosh ti jesh aty. Kur qan bebi mos e lej të qaj, pra për shembull mos të bësh to taktikat e control të krahit më. Domethënë duhet të jesh aty sa herë qaj të kërkon sepse shpeshherë krahasojnë dhe me kafshën. Njeriu ashtu si kundër kafsha do nënën e saj dhe qëndron në gjirin e saj pse mos qëndrojë edhe fëmia njëkohësisht sepse kështu është ndërtuar natyra. Si je ti? Unë mendoj që çdo nënë ndjen vetë se çfarë e ka të nevojshme të bëj. Dhe sa më shumë të ndajmë ndonjëherë opinione me njëra tjetrën, okay, shërbejmë për mirë, deri në momentin që ne fillojmë ta gjykojmë haptas njëra tjetrën. Ajo që e çon në krevat të vet, gjykon atë që e ka te krevati të që e mban dhe flen në gji. Ajo që e çon në kopësht, gjykon atë që ka filluar atë që e mban në shtëpi. Dhe këtë përpiqem zakonisht t'i them mamave në këto duke zbuluar tek vetja pjesën e energjisë mirë dhe energjisë pozitive, përpiqem që gjithmonë ta shoqërojmë të gjithë të procesi me shumë dashuri. Pra, edhe vendosja e bebit te krevati i vet, i them mamit, shko pranë, përqafoje, lëdatoje, ka nevojë për ty, qëndroj pranë. Nëse një proces do ta bënim për 5 ditë, le ta bëjmë për 15 ditë. Le ta bëjmë për më gjatë, mjafton që bebi ta ndjej që është për të, është sigurt. Ndryshimi është. Ndryshimi se normalisht një bebë që fle në gji, nëse duam që ta mësoj të flejë te krevati vet, nuk mund të themi që mund ta bëjmë pa ndjer, sepse do ta ndjej ndryshimin. Por edhe për mamin, sepse ndjesitë e mamit janë ato që na prodhojnë edhe reagimet e bebave. Nëse mami ndjehet që është duke e lënë diku atje te krevati vet dhe bebi ndihet i vetmuar, atëherë bebi do të përjetojë të njëjtën ndjesi. Përpiqem gjithë kohës të them. Ku jemi? Jemi te dhoma. Ku është bebi? Te krevati. Kush e ka blerë te krevatin? Unë. A e ke blerë të sigurt? Po, shumë të sigurt. Madje jam menduar shumë para se ta ble. Pra, kujtoja vetes, unë jam këtu, gjithmonë për bebin tim. Mendoje, ne ndonjëherë fillojmë ta zvoglojmë veten, veçanërisht kur na lindin disa vështirësi. Madje mamat thonë, është e pamundur që unë ta qetësoj fëmijën tim. Është e pamundur që ti ta thuash të gjë sepse duke qenë se ti e ke rritur brenda vetes tënde, nëse ka një njerëz që mund ta qetësoj, ai njeri je ti, me zë, me prekje, me përqafim. Këtë përpiqje ja kam bërë afirmime, ja kam bërë mantra që të përsërisin 20 herë gjatë ditës nënat që janë në programe. Unë e qetësoj bebin tim vetëm me zërin tim. Edhe vetëm prekja ime është shërim për bebin tim, sepse e harrojmë ne këtë. Kapim një beberon gënjeshtar, nuk fle pa beberonin, nuk fle pa djepin, nuk fle pa kangurin, nuk fle pa këtë. Jo, bebi nuk ja del ose e ka të vështirë t'ja dal pa ty. Ti je qendra e kësaj gjëje. Pra jam përpjekur që të mos ta vë theksin tek bebi, por tek mami. Pra të jetë një trajnim i cili të ndihmoj mamin të ndihet e fuqizuar, të ndihet që është pranë bebit, të ndihet e di që ne kemi këto ndjesit tona që mendojmë që dhe bebi i ka. Pra një mami që ka frikë të qëndroj vetëm në errësirë, e ka shumë të vështirë që ta mësoj bebin të flejë në errësirë dhe nuk e fik dritën, se edhe vetë ajo ka pasur frikë e vogël. Ose nuk do që ta lër në vetmi, te dhoma e vet, sepse ajo nuk do të ndihet vetë në vetmi, dhe përpiqem të them që është shtëpia, është e sigurt, është dhoma tjetër, ti je aty, por duke respektuar gjithmonë edhe atë momentin kur ato janë gati. Nëse nuk janë gati ta çojë në dhomë vete kur është 6 muaj, mund ta bëj kur është 15 muaj. Shumë e rëndësishme sepse i gjithë procesi pastaj shkon dëm. Ajo nëse mbushet me ndjenja faji që o boboçi bëra bebit, atëherë çfituam. Pra edhe me ti sërish me idenë që duhet lënë në ndjesinë e nënës gjithçka në fund fare në instinktin e saj, sado që kemi le të themi programe gjumi, apo forma se si mund të trajnojmë fëmijët edhe se si mund të fusim në një rutinë në fund fare, ajo që mbetet është e nevojshme që bebi për mendimin tim të flejte ambienti i vet sepse ai ofron siguri. Kështu që teksa e bëjmë të gjë, vetëm të shoqërojmë procesin me më tepër dashuri. Nëse më përpara në trajnimet e gjumit rekomandoj që thjesht të qëndrojnë në distancë, tani i them, okay, shko përqafoje, lëdatoje, nëse ndjen ta bësh të gjë, më pas tërhiqu, shiko reagimin e bebit. Sepse bebi do ta marrë atë mbështetjen dhe do të flejë më lehtë në këtë situatë. Ti aty ndërkohë. Kur jeni me pushime, besoj me sjarin, jeni në një krevat apo merrni një krevat gjithmonë keni marrë një krevat shtesë? Ka qenë gjithmonë krevati shtesë. Gjithmonë. Por duke qenë se ne kemi ardhur në Shqipëri çdo 2-3 muaj, sjari çdo 2-3 muaj ka fjetë me mamin. Kështu, sepse kushtet tek nëna nuk janë që të ketë ose dhomën e vet ose por nuk ka qenë problem në fakt.
sepse fëmijët janë shumë të zgjuar. Si ndonjëherë ndodh që në çerr dhe flen ndryshe, në shtëpi flen ndryshe, ka mama për shembull që thon, si ta bëj të flej siç e bën të flej edukatorja, se me mua do në gjë. Siç ta në kopësht, po. Sa vinim në shtëpi, shkonte te dhoma e vet, e krevati i vet. Sa vinim tek nëna, e dinte që këtu bëhet ndryshe, atje bëhet ndryshe. Bebat janë shumë të zgjuar. Si ta mësosh, në fakt është e vërtet në fillim ne e kemi pasur në dhomë, do të thënë te dhoma e vet, atare mësuam shumë mirë me atë rregullin Dhe sa vinte rrite kishim edhe më shumë atë qefin që ta mbanim në shtrat për shembull, të rinim me të flinin me të. Edhe asaj sigurisht tua le të themi dëshira, pse jo që ka shumë mirë këtu, do thënë, më shumë ishte e vështirë për mua ta çoja në shtratin e saj më pas se sa për atë që shkonte në shtratin e vet dhe të flinte vet. Edhe për shembull ajo tani e di që 5 ditët e javës ajo është sigur që do flej në krevatin e saj, kurse kur vjen fundjava, është qef, do rri me mamin e me babin, do flej me mamin e me babin. Mendoj që është një moshë kjo që edhe ne na bëm shohim tek sa riten, dëgjoj edhe nga një shoq ndonjëherë kur atë lexojmë në një përrall edhe do ta lexoj te krevati ynë sepse është më i madh. Edhe e zgjumi aty. I them të më shoqë çoj tani te krevati vet. Më lëre se do rritet sa vite do flej te krevati jam. Këto vitet e fundit na ndodh edhe neve kjo gjë. Pra është një gjë që është normale dhe mund ta pranojmë. Pra sa ne si familje të gjithë e shijojmë, edhe duhet t'ia them edhe mamave këtë gjë, se ka mama që i vendosin bebat të flenë në gjumë në gjë, pastaj vendos në krevat, bebi fle rehat për gjithë natën. Nuk e fare detyruar të bësh asnjë lloj ndryshimi. Madje ndryshimi do ta bësh vetëm kur ti ndjen që diçka nuk funksionon në këtë mënyrën se si ti je në këto momente. Do drejtoj disa pyetje që shpesh bëhen nga mamat. Fëmia im zgjohet 5-6 herë natën. Çfarë ndodh realisht në këtë rast? Zakonisht, mënyra se si bebi flen në mbrëmje, ne të gjithë zgjohemi gjatë natës. Është ai momenti që lëvizim, që mbulohemi, që rregullojmë jastëkun, që rënkojmë, kthehemi nga ana tjetër. Dhe bebat kanë të njëjtën cikël. Çdo beb zgjohet, kalon nga një cikël gjumi në një tjetër çdo 40-60 minuta. Por bebat që din të flen vet, thjesht rrotullohen dhe flen. Bebat që flen në gji, ose me tundje, ose me mamin pran, i duhet dhe mendojnë që i duhet kjo ndërhyrje në mënyrë që t'i zërgjumi. Pra në mendjen e tyre, nëse nuk e kanë gjirin te goja, nuk ka gjumë. Nëse nuk i ka mami te krau, nuk ka gjumë. Dhe të njëjtat mama thon pojnë të njëjtin gjë. Sa e marr në krah fle? Sa e fus në gjithë papir fare fle në pjesë më të madhe. Kështu që do parë mënyra se si flen në mbrëmje. Dhe të përpiqemi që dal nga dal të krijojmë një farë hapësire. E zëm se e zë gjumin në gjë. Kur e shikon që po i mbyll sy dhe po bëhet gati për gjumë, hiqja thjesht gjirin nga goja dhe mbaje në krahun tënd pa gjirin te goja. Është një hap shumë i vogël, por që bebi mësohet të flej edhe me gjë, edhe pa gjirin te goja. Kur të arrijmë në këtë fazë, të kalojmë në fazën që ta mbajmë pranë vetes, por ta heqim pak më herët se sa i momenti i fundit, shumë gradualisht, ose edhe kur e kalojmë te krevati i vet, të qëndrojmë aty përmbys, përqafuar, që të ambientohet me krevatin e vet. Bebat tremben kur e gjejnë veten te krevati i vet. Është njësoj sikur ne të flem te krevati jon dhe në mes të natës ta gjejmë veten të shtrirë në kuzhinë. Do pësojmë një tension në ato momente, do vrapojmë vrap te krevati, do pyesim veten çfarë ndodhi. Dhe bebi kur fle këtu në këtë pozicion, në këtë ngrohtësi, veten në një pozicion tjetër, në një temperaturë krevati tjetër, sapo zgjohet është ku jam këtu? Pse erdha unë këtu? Më merr shpejt, më çoj atje ku isha. Ndaj është e rëndësishme ambientimi me krevatin e vet, që bebi kur zgjohet aty, ka nevojë patjetër për ndihmën tënde. Mund të shkosh ta përkëdhelësh, t'i ofrosh biberonin gënjeshtar, ta ledatosh. Por nuk është shok. Por nuk është shok. Nuk ka të nevojën patjetër që ta marrësh ta fusësh në gjë nëse nuk është i uritur. Ti e cek e pak, nuk fle pa u tundur, por nuk flas pa çuço. Do i kemi pas të neve. Si t'ja bëjmë? Si fillim, përpiqemi t'i paksojmë njërën dhe të mbajmë tjetrën. Gjithmonë them që ca gjëra që janë në interesin ton mund t'i mbajmë për pak më gjatë, siç mund të jetë biberonin gënjeshtar ndonjëherë. Nëse bebi nuk zgjohet sa herë që i bie, për shembull. Tundjen mund ta paksojmë gradualisht, do ishte mënyra më e mirë. E zëm se intensiteti me cilin mami e tund, qoftë në duar, qoftë në karrocë, qoftë me jastëk mbi këmbë, qoftë në djep, është intensiteti 10 momentalisht. 2 ditët në vijim, përpiquni ta tundni në intensitetin 8, me mendjen tuaj siç e shihni. Dhe pas 2 ditësh, uleni edhe pak më tepër, edhe pak më tepër. Sigurisht që bebi kur nuk e ndjen që është i njëjti intensitet, të fillojë të ketë pak më tepër grindje, ndoshta nuk do flej për 5 minuta, do flej për 10. Po kjo është normale. Ne dimë që një beb për të futur në gjumë dhe për të gjetur momentin e përshtatshëm për gjumë mund të rrotullohet për pak sekonda derisa
të gjej rehatin edhe të zërgjumi. Dhe është shumë normale, edhe në këtë formë paksohet gradualisht edhe zakoni të tundrës. Deri në çfarë moshë është normale që një beb të zgjohet natën? Ka një fëmijë. Sipas Akademisë Amerikane të Pediatrisë, një beb 4-5 muaj mund t'ja dalë me 2 ushqyerje gjatë natës. Nga mosha 6 deri në 12 muaj, edhe një ushqyerje mjafton. Madje mundet që edhe të bëjë një gjumë të pandërprerë gjatë gjithë natës. Dhe pas moshës 12 muaj nuk rekomandohet më ushqyerja gjatë natës për shkaq që mund të dëmtoj edhe dhëmbët e rinj që kanë dalë, edhe stomaku është i rënduar dhe nuk bën një gjumë të qetë gjatë natës. Por paksimi ose këto shifra nënat ndonjëherë friksojnë kur në këto çaste mund të gjenden në situatën që zgjohet 5-6 herë dhe pi 5-6 herë. Siç e përmenda më herët, të përpiqen si fillim që ditën të ketë orare të rregullta të ushqyerjes dhe të sigurohen që fëmia merr vlerat ushqyese të duhura. Sepse jo gjithmonë e shoh në recetat që ju kërkojnë nënave më trego se çfarë ha fëmia gjatë ditës, shoh shumë biskota ndonjëherë. Në vend që të shikoj palcën e kockës mbi bukë të pak të lyer, edhe pak, e di që ham pak, e di që janë shumë të shpërqendruar ndonjëherë, por vlerat janë të rëndësishme. Dhe kur ditën të ushqehet shumë më mirë, do filloj që edhe gjatë natës të pi pak më pak. Ndoshta nuk është kaq e thjeshtë sa çu thash tani, por është shumë bazë e rëndësishme ajo ushqyerja e mirë gjatë ditës që natën të filloj të kemi mundësinë që t'ja paksojmë se unë vetë si konsulente me 5 vite eksperiencë, nuk mundem qoftë edhe nëse bebi është 2 vjeç dhe pi 5 herë gjatë natës, nuk mund të them ndërpritja, sepse ai beb vërtet mund të ketë uri, vërtet gjatë ditës nuk ha dhe i plotson gjitha nevojat gjatë natës. Ndaj është e rëndësishme që dal nga dalë ne t'ja marrim natës shumë butësisht ato kaloritë dhe t'ja ofrojmë ditën. Ushqyerja natën, kur është nevojë biologjike dhe kur është thjesht një zakon? Ka disa sinjale të vogla që na i bëjnë të gjitha kuptojmë. Është kjo pjesa e zakonit, unë për vete e kam përjetuar, kështu që... Po, zgjohet thuajse në të njëjtat orare, çdo 1 orë ose çdo 2 orë, dhe pi shumë pak, për shembull. Sa futet, qetësohet dhe pas 2 minutash duket sikur ka gjetur gjumin që kishte dëshirë. Këto na tregojnë që në fakt bebit do i duhet pak më tepër ndihmë në mbrëmje që ta ambientohet e krevati vetë pak më pak me gjirin ose me veronin, në mënyrë që të bëjë një gjumë të qetë. Madje ndodh që sa fillojmë ta ambientojmë te krevati vet, bebi nuk zgjohet më gjatë natës, sepse gjen një mënyrë tjetër për t'u rikthyer në gjumë. Kur është nevojë, kur bebi realisht pi vrullshëm, pi 8-10 minuta, zgjohet edhe nuk qetësohet në asnjë lloj forme tjetër përveç se me ushqyerje. Gjumi i fëmijës është edhe mirëqenia e nënës, njëkohësisht. Një gjumë i mirë i bebit, lejon nënën që të ketë kohën e vet, çiftin të ketë kohën e vet njëkohësisht, sepse nuk mbaron gjithçka në momentin që vjen një bebe, apo jo. Sa e rëndësishme është kjo gjë që të stimulohet sa më tepër, edhe mos merret që thjesht për rehatin tënde. Ornen. Unë mendoj që jo që nuk mbaron, por edhe merr dhe një tronditje kjo pjesa e marrëdhënies edhe e vetes pasi bebi lind. Ti përpiqesh të jesh e njëjta, por ti nuk mund të jesh më e njëjta. E vetmja zgjidhje që ke në dorë është të gjesh një vete të re që është mirë edhe bebi yt është mirë në të njëjtën kohë. E kam shumë të rëndësishme që babat mos flen më në kuzhinë, sepse kjo dal nga dal shteron një gjë shumë të rëndësishme që është komunikimi. Prekja e duarve me njëri tjetrin, të hash kokoshka dhe të shikosh një film, qoftë edhe në shtëpi, sepse jo të gjithë munden që të organizojnë darka dhe të dalin, ose t'ja mbaj fëmijën dikush. Kemi shumë prindër në emigrim që janë vetëm ata dhe fëmijët. Por ama kur fle bebi herët në mbrëmje, ke mundësi që t'i bësh të gjëra. Është thelbësore për mendimin tim që vazhdojmë të kemi mbështetjen e njëri tjetrin, sepse unë jam gjendur vetë në situatën që mu bë armik im shoq, sepse ndjej që nuk më kuptonte, ndjej që të gjithë peshën e kisha unë dhe nuk mendoja për peshën e tij. Dhe e gjitha kjo fal mungesës së komunikimit që kishim. Ai vinte nga puna, unë s'kisha sistemuar djalin, pastaj ishin dhe disa punë shtëpie, edhe të gjitha ato që edhe vetë nënat i din. Sa më orar të rregullt ketë fëmia në mbrëmje, edhe diçka dua të them. E vendosim herën fëmijët në mbrëmje dhe pastaj fillojmë shohim dhe televizor edhe shikojmë ndonjë telefilm që nuk na jep ndonjë përfitim të madh. Të vendosim të parën veten. Dhe ja u them mamave edhe në program
çfarë do bësh ti, ma thuaj që tani në fillim, nëse unë të them që bebi yt do flej shumë mirë gjatë natës. Vendos ca qëllime për veten. Do lexosh në një libër, apo do ndjekësh një kurs, apo ke një projekt për para përfunduar, apo thjesht do meditosh, apo thjesht do kujdesesh për lëkurën tënde. Më thuaj një gjë që ty do të bëj të ndihesh më mirë. Dhe të njëjtën gjë vendosim edhe qëllime në lidhje me partnerin. Do pini çaj së bashku, do bëni një udhtim së bashku kur bebi të fillojë të flejë më mirë. Gjërat e vogla mendojnë që janë thelbi i çdo gjëje. Edhe në momentin që ne arrim thjesht në mbrëmje kur vjen partneri në vend që të hapim atë derën të lodhura dhe të mërzitura, por të japim përqafimin dhe ai të na japë përqafimin, mendoj që janë vlerat që uroj shumë që çdo familje shqiptare t'i ketë edhe të arrim në këtë gjendje paqe dhe qetësie. Bebi për me atë që ka nevojë, që është gjumi, dashuria, ushqimi, dhe ne kemi gjithashtu nevojë për dashurinë, ushqimin tonë të zemrës. Edhe njëri tjetrit sigurisht, sepse është shumë e rëndësishme. Ka raste që, meqense e prekëm edhe këtë pjesën e nënave të cilat vinë të ti dhe ti e kupton që nuk është në fakt bebi, po është raskapitja e nënës që e ka sjellë deri aty. Ka raste të tilla? Shumë. Disa kohë më parë, çdo takim që bëja me nënën e bëja nëpërmjet video callit, vetëm për një qëllim të vetëm, për të kuptuar se çfarë e mundon realisht nënën. Edhe nga sytë e saj, në disa raste shija lodhje, në disa raste shija një nënë që donte të jepte fund pagjumësisë, në raste të tjera pengun, që kjo gjë kishte arritur deri këtu. Mendoj që është e gjitha këtu. Dhe tashmë thelbësore kam, i them dhe nënës, unë nuk e prek dot bebin tënd dhe nuk vi dot tek bebi yt. Unë nëse arrit do të depërtoj tek ti dhe ti të depërtosh tek bebi, atëherë kjo është rruga e duhur. E kam shumë të rëndësishme ta qetësoj nënën, t'i dhuroj shumë dashuri, sepse me vajzat shqiptare jemi shumë të ndrydhura nga gjitha anët. Ndonjëherë s'kemi marrë dashuri mjaftueshëm ose s'na i kanë shprehur. E marrë në mënyrë që duhet jetë ashtu dhe për ne. Njësoj. Po, kushtet janë nga më të ndryshmet. Nuk jemi rritur në një ambient që femra dhe vajza të dalë aty dhe ne ta lavdërojmë dhe ta përgëzojmë. Dhe nënat kanë shumë nevojë që të përgëzohen, po ja tani do përgëzojmë veten edhe çdo ditë dalim përpara pasqyrës dhe themi unë jam e mirë, unë jam e fortë, unë ja dal, unë e rregulloj gjumin e bebit tim, unë jam mjaftueshëm për bebin tim. E drejtë. Por do të bëj edhe një aplikacion më pas, që i kushtohet posaçërisht mamave. Edhe që më kushtoi shumë. Aplikacionet janë sot i shohim qoftë për gjumin, qoftë për ushqimin, qoftë për ndërveprimin, për zhvillimin e fëmijës, si kemi të shumta. Tani më pse e more këtë iniciativë? Themi se kemi, nuk është se s'kemi. Pse e more këtë iniciativë? Pse duhet ishte ndryshe aplikacioni yt? Ndjeva që unë punën time nuk e shoh absolutisht si thjesht një paket që ofrohet nëpërmjet Instagramit. Unë e shoh veten si një institucion që unë dua ta ngrej në ato nivele që gjëja të shihet realisht seriozisht, sepse unë punën që bëj e bëj shumë seriozisht. E para është në Shqip dhe nuk ka në Shqip një aplikacion që është dedikuar vetëm tek gjumi. Nëse unë do isha në Shqipëri, me siguri do të kisha një studio timen ku një ambient do të ishte për mamat, ndoshta një për bebat, dhe do të kishte disa shërbime që atyre ose thjesht të vinin dhe të qetësoheshin dhe lehtësoheshin, nuk jam këtu, ndaj aplikacionin e shoh si zyrën time. Dhe aty do të hedh dhe kam hedhur çdo gjë që atyre ju duhet në momentin e duhur. Nëse ne në Instagram për të gjetur diçka për rutinën do të kërkojmë lart e poshtë ku ka kohë një mami e re, do vej këtu atje, do ta lexoj, do ta besoj, pastaj do ta aplikoj, ndërsa aty ka të përmbledhura dhe i kam organizuar dhe videot kështu në formë seminarësh të shkurtra 10 minuta. Nëse flasim për rutinën 10 minuta dhe ajo e merr të gjithë atë që i duhet aty. Është diçka ka pasur një rezultat të mirë, a e kanë përqafuar? Për momentin janë rreth 20 nëna që e kanë shkarkuar në telefonin e tyre, aty shënojnë dhe oraret e bebit. Dhe nuk e dim asnjëherë në vendimet që marrin janë të duhurat apo jo, koha e tregon ndonjëherë. Në vitin e parë duke qenë se e bëra dhe harxova një mund shumë të madh, duhet edhe kohë për ta mbushur dhe për ta sjellë në atë nivel që unë mendoj se duhet jetë.
Por nuk shqetësohem, sepse dua t'i jap kohë. Faleminderit Zot që jam mirë, për aq kohë sa jam mirë, mundem që edhe ta përmirësoj aplikacionin dhe në na të marrin më tepër. Libri. E shpreha veten në libër, në të gjitha ato dimensionet që i duhen një mami në pritje të ëmbël. Ai libër është për vajzat që janë në pritje të ëmbël. Me idenë që kanë më tepër kohë për ta lexuar, kanë më tepër privatësi me librin dhe doja që të prekja çdo temë që lidhet me bebin në 3 muajt e parë. Jo vetëm ato që kanë të bëjnë me gjumin, por edhe me ndjesit e nënës. Për shembull, aty flas edhe se si mami të shkarkoj pak ato ndjesit e fajit, ato pengjet që i mbeten, se na ngelen ndonjëherë pengje edhe gjatë lindjes, për shembull, se erdhi fotografja. O babos bën fotot e bukura dhe i them edhe tek libri, ka lindur bebi, misioni u krye, jemi këtu dhe fokusohet tek thelbi. Nëse do t'i thoj diçka një mami që tani e ka bebi në krah, edhe po tenton ta ndryshoj këtë, edhe do të mos jetë më aq e lodhur, aq e zauruar. Çfarë do të thonte Nela sot asaj mamit me atë bebi në krah? Do t'i thoja që do rregullohet patjetër kjo situatë, edhe pse tani duket shumë e madhe përpara teje kjo pagjumësia dhe vështirësia me gjumin. Ndonjëherë duhet eci me parimin malit, ngjeshja mund zemra të grushën që thot gjumit shkoj përballë edhe thjesht tregoj që nuk është më i madh dhe nuk është aq i rëndësishëm sa t'ju shkaktoj juve si familje, ja të kthej nënave nga gjitha anët situatën. Nuk është gjumi aq i rëndësishëm sa juve t'ju prish rahatin, lumturinë, shëndetin në familje, që do të thotë jepi vendin që ka. Do të nisim nga një rutinë në mbrëmje, do ta vendosim herët në gjumë në mbrëmje, gjatë natës ambienti shumë i rëndësishëm dhe gjatë ditës. Nëse mami fillon të bëj këto, do të filloj të shoh ndryshimet e para. Nga ana tjetër, ta shoqëroj gjithë të procesin me shumë dashuri, është shumë e rëndësishme. Ti thua nuk është aq i rëndësishëm. Tregojmë që s'është aq i rëndësishëm, por nga ana tjetër, në fillim të këtij episodi është shumë i rëndësishëm edhe në shëndetin e gjumi është absolutisht shumë i rëndësishëm. Dhe jo vetëm të bebit, por edhe të gjithë familjes. Po, patjetër. Një gjumë i mirë, pra gjithsesi njerëzit prap do kenë problematika të tilla sa i përket gjumit dhe gjithmonë do pyesin, a është e mundur që të gjithë të kenë një gjumë të mirë? Atëherë, ta sqaroj, gjumi nuk është aq i rëndësishëm sa neve të na prish gjithë situatën familjare, që thotë duhet ta rregullojmë sa më herët që të jetë mundur që të mos vazhdojmë me këtë problem, sepse ajo që është problem është hezitimi që nënat kanë. Pra, nuk po ja zgjidh në muajin e 4, se mbase në muajin e 6 dhe kalojnë 6 muaj dhe ne jemi sërish me pagjumësinë. Pra, në momentin që ti ndjen që kjo nuk është okay, bjeri dhe pagjumësia të ikë tutje dhe të vi gjumi i mirë në këtë aspekt. A munden gjithë bebat flenë mirë? Patjetër. Ka beba që janë më gjumash, edhe që duhet i zgjojmë amin nga gjumi se nuk zgjohen aq lehtë. Ka beba që kanë gjumë më të ndjeshëm, por patjetër që të gjithë bebat mund të flenë mirë, të gjithë mund të mësohen te krevati i vet, të gjithë mund të flenë në oraret, thuajse në oraret që rekomandohen. Janë gjëra që bëhen ngadalë, por që arrihen. A duhet ta zgjosh një bebe për t'i dhënë gjy? Në muajin e parë, po, sepse kemi kaloritë shumë të nevojshme dhe të rëndësishme që bebi të marrë peshën e duhur. E nëse bebi ka marrë peshën e duhur? Pas kësaj na zgjon bebi neve, pra nuk kemi nevojë më që ta zgjojmë gjatë natës. Kur bebi kërkon të pi, ne i ofrojmë. Okej. Pra, sepse ka shumë me teorinë, për shembull që në muajt e parë, edhe nëse bebi nuk të zgjon, ti duhet ta zgjosh. Por ndërkohë bebi po rritet shumë mirë, është i shëndetshëm, mjaftueshëm. Ka beba 2 muajsh që bëjnë edhe cikle 4, 5, 6 orë gjumë gjatë natës, pauzë jetuar të njëjtën gjë. Do thonë edhe ndërkohë që thonë jo duhet ta zgjosh, por ndërkohë me kilogram, tëra ka qenë shumë e shëndetshme, merrte 1 kile çdo muaj, kështu që normalisht 1 kile, 1 kile 200 gram. Pra ka pasur që tregon që edhe gjumin edhe ushqimin e ka në rregull. E ka në rregull, kështu që po gjithsesi shpesh shihet stigmatizohet, le të themi, kjo pjesë, thonë jo, duhet ta zgjosh. Fokusim, ose duhet kuptojmë që natën e ushqejmë bebin vetëm kur ka nevojë dhe nuk është nata për të bërë ushqyer, për të ngrënë bukë gjatë natës dhe për të ngrënë ushqim. Pra, në thelb ne drejt asaj duhet shkojmë që ne për momentin e përdorim
vetëm për të plotësuar nevojat që bebi ka teksa fle gjumë që të mos qëndrojë uritur. Dhe dal nga dal, duke i ofruar edhe më tepër sasi ushqyerje gjatë ditës, mund të ta pranojmë me shumë dëshirë, të jemi të qetë, po ka edhe mama që shkruajnë nuk pi 6 orë gjatë natës, a duhet shqetësohem. Nuk është për të shqetësuar. Edhe unë kam qenë në merak kur bebi im fjeti 8 orë për herë të parë. Mora ti me mon telefon, fjeti 8 orë, i bëft mirë, tha mami. Edhe është shumë okej. Munden bebat dhe gjatë ditës me siguri ai bebi do të jetë shumë i uritur dhe ku ka më mirë. Kur i kemi regreset? Në muajin e 4 kemi atë shkundjen e parë, edhe mamat e nisin gjithmonë fjalin me ishte shumë mirë, nuk e di se çfarë ndodhi. Një 2 ditë e para shikojnë mos i dëm veshis, mos i dëm diçka, mos e kanë marrë mësysh. Madje ju them ndonjëherë me shaka mos ja vini gishtin njerëzve kot se e ka regres, nuk e ka marrë njëri mësysh. Dhe pastaj bebi fillon me njëherë të ndryshoj mënyrën si flen. Nëse deri dje e vendosëm një gji dhe pastaj direkt në krevat flinte gjumë, tashmë sa vendoset në krevat hap syt dhe nuk ka gjumë. Mami në atë moment përjeton atë situatën që po i del nga duart thuajse për herë të parë. A lidh ti këtë dhe me kalimin në dhomën tjetër? Për shembull nëse e bën 4 muajsh procesin e kalimit në një dhomë tjetër, a e lidh dhe regresin me këtë? Zakonisht kalimi në dhomën tjetër rekomandohet nga Akademia Amerikane e Pediatrisë pas muajit të 6 si një moment më i sigurt. Në regresi i muajit të 4 thjesht na shfaq vështirësitë që bebi ose zakonet që bebi ka krijuar, mënyrën se si bebi fle. Është momenti i dur që ne t'ja modifikojmë ato. Pra, momenti kur ndodh regresi, ne mundemi gradualisht që në vend çfarë ndodh. Meqense bebi ka fjetur në gjë deri dje, tani që zgjohet 10 herë, mami 10 herë e vendos në gjë, sepse nuk ka mënyrë tjetër për ta qetësuar. Nëse ne përpiqemi pak kur nuk e kemi aq vështirë që edhe ta qetësojmë duke mbajtur në krah, të ndezim zhurmën e bardhë, ta erësojmë më tepër dhomën dhe ta mbajmë pak në krah, ta ledatojmë te krevati, ne mundemi që këtë regresin ta kthejmë dhe në një mënyrë që bebi të mësohet te krevati i vet. Është njësoj si për ne të rriturit. Ka ditë që bebat nuk ndihen mirë dhe ka nevojë shumë për mbështetjen tonë, dhe mamat patjetër duhet t'ja japin, edhe nënat që tashmë i kanë bebat që flen totalisht vet, ju them të njëjtën gjë. Sot bebi yt nuk ndihet mirë. Ka nevojë për ty, duhet t'jesh pranë ti. Okej, unë nuk të them që një bebë që flinte vet ti ta fusësh 10 herë në gjë kur nuk ka nevojë, por ama ledatimet, përkëdheljet, marrjet në krah i ka të nevojshme sot. Nesër, ç'do bëjmë? Gradualisht, pak nga pak, do fillojmë t'i paksojmë. Të njëjtën gjë kam bërë dhe unë dhe besoj që edhe ti. Nuk është gjumi një vije rafsht e drejtë që nuk ndryshon. Ka uljet dhe ngritjet. Dhe në fakt unë gjej rastin sot që t'ja them mamave, sepse shpeshherë unë kam treguar edhe rutinën time dhe që fakti që ka qenë një rutinë e shëndetshme për atarën edhe zgjimi i hershëm, por gjithsesi ka qenë flinte herët, njëkohësisht shoqërorët e veta i bënte. Por tani që është në moshën 4 vjeç e gjys, mund të them që ka nisur të flej mirë dhe pa ndërprerje gjatë natës, sepse nuk ka qenë kaq e thjeshtë. Mua më ka ndodhur shpesh që të zgjoj gjatë natës. Nuk vinte te unë, po më kërkonte që të shkoja unë në shtrat. Për shembull bërtiste, thoshte mami, hajde këtu dhe unë ora 2 të natës ose në 3 të mëngjesit, unë detyrohesha të shkoja në krevatin e saj dhe të flija me të. Tani ka ndryshuar lavdi Zotit. Sot mëngjes për shembull në erdhi në ora 7 pa 1 çerek në krevat, dhe nga që u duke rësirë për jashtë sepse ne kishim grilat e ulura, erdhi ushtri dhe një në krevat, po e dinte që ajo ora biologjike po i thoshte ço, edhe tha, më shkojt në tualet. Edhe, dhe më thonë se e ka orë fikse dhe atë të tualet, në ora 7 pa 1 çerek do shkoj se s'bën në tualet. Ishte ajo ora biologjike që e thriti, por nuk është kaq e lehtë. Nuk është kaq e lehtë që të kemi, edhe me nuk flim, edhe pse e tregojmë që ka qenë kemi pasur sukses në vënë në gjumë të bebit, prap jo çdo ditë është njësoj, jo çdo natë është njësoj me ta. Nevojat edhe të fëmijës ndryshojnë. Për shembull në moshën 2 vjeçare ne kemi këto shpërthimet që ndodhin gjatë ditës. Kemi prezantimin nga pak me tabletin, ndoshta përrallat në kopësht, ndoshta ndonjë hije që shikon tek perdja. Të gjitha këto ndikojnë që bebi të bëjë ndonjëherë dhe një gjumë të pashqetësuar. Edhe në moshën 2 vjeçare për shembull kemi regresin e gjumit. Bebi fillon nga një anë të zhvillohet më tepër dhe fillon të shqetësoj pak më tepër gjumin. Sa herë që bebi ka nevojë, fëmia në këtë rast, kalojmë tek një fazë më e madhe se ka plot nëna që fëmijët 3 vjeç, 4 vjeç ose zgjohen dhe shkojnë në mes të natës te krevati ose kërkojnë që ato të shkojnë atje.
patjetër që është e nevojshme që të shkojnë. Një bebë 3 vjeç nuk mundet thjesht ta lësh tashmë me idenë që të marrë sinjalin që duhet vazhdoj gjumin vet. Nevojat e tij janë më të thella se ka nevojë që të marrë mbështetjen, që diçka nuk po shkon keq në dhomë, ka nevojë të zbusësh frikën, sepse ndoshta frika, siç e dim, bebat e kanë fantazinë reale, nuk e ndajnë fëmijët dot nga njëra tjetra. Dhe ka nevojë që ti të shkosh pranë dhe t'ja u tregosh. Nuk është e nevojshme që patjetër të shtrihemi pranë dhe të flejmë me të. Ndoshta një hap për të siguruar edhe pak pavarësinë gjatë gjumit është ulja pranë krevatit të fëmijës dhe përkëdhelja ose qëndrimi pranë duke e konfortuar duke e rehatuar me zërin ton. Mami është këtu, je i sigurt, jam pranë teje, dhoma është e sigurt, derisa fëmia të rikthehet në gjumë. Nëse ndodh që vjen në mes të natës te krevati, këshilla ime do të ishte ta marrim fëmijën dhe ta çojmë sërish te krevati i vet. Sepse përtej këtyre qefeve që ne tham që ndonjëherë i marrim edhe flem, dhe është shumë okay. Nëse kjo gjë nuk duam që fëmia të krijojë frikë nga krevati i vet, nga dhoma e vet. Thelbi nuk është zgjidhja e thjeshtë që hajt sa e mora sot dhe mund ta marrë patjetër një ditë e një javë, po të mos të japim fëmijës kuptoj që krevati jot nuk është i sigurt dhe dhoma jote ka diçka që ty të frikson. Të shkojmë të punojmë me të. Përveç të kaloj të pyetje të shkurtra, dua të ndalim pak edhe në atë ndryshimin e rutinës që shpesh mamat ose të tjerët ja kërkojnë mama, sepse ashtu si kundër ti përmendën në fillim të programit që unë nuk do negocioja më për rutinën e fëmijës tim, sepse po e bëja për të dhe po e bëja për veten. Njëkohësisht pas shka kërkesave të familjarëve apo të njerëzve të afërt që ndoshta mund të duket absurditet që ne kemi një orar fiks për fëmijën tonë, edhe nuk e ndryshojmë. Këtë lloj rutine kam ndjekur edhe unë dhe nuk pranoja njeri pas orës 6 pas ditës në shtëpi sepse doja qetësinë time. Edhe apo kur të vije goca në gjumë, mund të vinte kujt i donte shefi. Dhe te kjo pjesë, kur fillon që ti mund të kesh një lloj le të themi lehtësie për t'ia ndryshuar këtë rutinë fëmijës. Kur mendon që mund ta shtosh dhe gjysmore dhe 1 orë këtë rutinë, kur mund të fillosh ta ndryshosh, në cilën moshë? Varet duke parë si fillim edhe fëmijën. Ka beba që në mëngjes zgjohen orën 8, kështu që në mbrëmje ne mund ta vendosim edhe në 8, edhe në orën 8:30. Nëse zgjohet në orën 7, mund ta vendosim që në 7, por edhe deri në orën 8. Pra 11 deri në 12 orë gjumë gjatë natës, duke i llogaritur nga zgjimi i mëngjesit. Nëse zgjohet në 6 ose në 18 ose në 7 ose në 19 duhet të flej. Ndërsa meritin e moshës pastaj qëndrojnë edhe pak më tepër zgjuar, por unë jam gjithmonë për gjumin herët. Pra djali im deri në moshën 5 vjeçare ka fjetur në 8, tani po shkon 7 vjeç, flen në orën 8:30. Unë nuk e shoh as si mami, as si konsulente të arsyeshme që një fëmijë 7 vjeç apo edhe 10 vjeç që të flej më vonë se ora 9 në mbrëmje. Dhe mendoj që e gjitha nis nga rutina në familje. Ndonjëherë i them mamave, çfarë bëhet në dhomën në sallon kur ti përpiqesh ta vendosësh fëmijën tënd në gjumë që është 3 vjeç edhe ai dëgjon zhurma, dëgjon që andesh televizorin ndezur, që bëhet gallat, që bëhet muhabet, din ata që atje ka diçka më interesante se këtu. Po ja, s'bëhet gjë, thjesht kanë ndezur televizorin dhe shikojnë diçka. I them, "Okej, do ta fikni dhe drita dhe do bëni sikur do flini të gjithë në orën 8." Është një fëmijë që ka nevojë të kuptojë që nuk jam unë vetëm që po më çojnë tek dhoma për të fjetur. Edhe në rastin e bebave pak më të vegjël, por tek më të ndëjnë të hasim më tepër këtë gjë. Kur hiqet gjumi i drekës një fëmije? Do parë zakonisht pas moshës 3 ose 4 vjeçare, por e rëndësishme është të shohim shenjat që jep fëmia. Nëse fëmia flen orën 8 në mbrëmje dhe bën një gjumë 1 orë në drek dhe vazhdon me këtë ritëm dhe është 4 vjeç, 5 vjeç, 6 vjeç, nuk ka arsye që ne ta heqim. Në momentin që e bën gjumin e drekës, por në mbrëmje fillon të flejnë në 9, në 10, në 11, do thotë që gjumi që bën në drek ja shtyn gjumin e mbrëmjes. Dhe ne nuk e rrezikojmë asnjëherë gjumin e mbrëmjes, se kemi më të rëndësishëm. Në këtë moment e heqim gjumin e drekës, por jo kohën e qetësimit në drek, që do thotë sërish në të njëjtën orë siç flinte në drek, erësojmë dhomën nga pak, futemi me fëmijën tek dhoma ose marrim ndonjë libër e lexojmë. Ose vizatojmë diçka në qetësi, nuk hidhemi, nuk bëjmë aktivitete të larmishme, nuk dalim nga dhoma,
Por edhe kjo ulja e intensitetit të lojës, duke u futur tek dhoma, e ndihmon trurin të qetësohet. Dhe të bëhet gati pastaj për një pasdite pak më të qetë se sa një fëmijë që s'ka pushuar fare. Edhe është over edhe mbi lodhet, le të themi. Mbi lodhet dhe ajo do të ndikojë. Pastaj është shumë aktive. Do të ndikojë normalisht edhe në gjumë edhe në mënyrën si do ushqehet. Zhurmë e bardhë apo qetësi totale? Zhurmë e bardhë si në barkun e mamit. Ata kur janë në barkun ton, dëgjojnë zhurmat e makinave rrugës, bisedave që ne bëjmë dhe është e nevojshme që në 3 muajt e parë patjetër t'i kenë këto zhurma. Në momentin që bebi nuk ka më nevojë edhe bën gjume të mira, mund ta paksojmë se në fund të ditës është një zakon. Edhe ndriçimi ose hapja pak e perdeve që të mësohet me pak dritë e njëjta gjë. Të dyja janë të fundit që nëna duhet mendojnë. Mësojnë një herë të flej mirë dhe të krevati vet, pastaj mund ta zbardhësh pak dhomën ose mbyllësh perden aq rënd, le të themi, në mënyrë që bebi të mësohet edhe më tepër dritë. Por më besoj që pasi bebi mëson të flej vet, nuk i bie në mend fare e ke mbyllur perden ti apo e ke hequr zhurmën e bardhë. Sot për shembull në drek kur unë vë një gjumë me dritare hap, nuk e ka problem, ai është gjumi që ajo do dhe nuk ka rëndësi. Është në kuzhinë, është në dhomë, është ajo do flej gjithsesi. Gji për gjumë po apo jo? Patjetër, është shumë qetësues edhe është një nga mënyrat në cilat bebat e përsalindur mund të flenë disa herë gjatë ditës. Madje edhe më pas, jo vetëm bebat e përsalindur. Disiplinë apo instinkt? Të dyja. Fëmia jot nuk fle, është i vështirë apo i keq orientuar? Keq orientuar. Ta lësh të qaj për të fjetur, edukim apo traumë? Nuk dua t'i vendos emërtime të një të caktuara, mendoj që nuk është e nevojshme. Gjumi bashkë me prindrit, siguri emocionale apo zakon që e prish gjumin? Gjumi nuk e rregullon më tepër, faktikisht, do ta shohin prindrit në një moment të dytë kur të duan ata vetë që ta kalojnë te krevati vet, por sigurinë emocionale patjetër që e merr edhe kënaqen me përqafime gjithë natën, kjo dihet. Tundja për gjumë, dashuri apo varësi? Varësi është tundja. Mendoj që një lëkundje e lehtë e një përqafim do të ishte mjaftueshëm. Rutina e mbrëmjes, qetësi apo stres i shtuar për nënën? Qetësi. Pse stres? Do të thënë, unë mendoj kështu, kur bën atë dushën i them mamit, thjesht mendo se sa mrekullit të bukur ke në duart e tua, ose kur i bën masazhin bebit, mos mendo asnjë gjë tjetër. Iku kjo ditë, ndoshta ka kaluar me lodhje, ndoshta ke pasur pagjumësi gjatë ditës. Një nën që nuk fle, heroin apo bombë emocionale me sahat? Është heroin patjetër, sepse i duhet t'ia dalë në pagjumësi, por lumë partneri dhe familjarët që e kanë afër, e them lumë në thonjza, sepse patjetër emocionet janë shumë të fuqishme brenda saj. Çdo kush bëhet armik sepse bebi nuk fle gjumë në ato ditë ose në ato momente. Unë them që gjumi për çdo njeri është një bombë emocionale. Ka njerëz që përballojnë pa gjumë, absolutisht. Unë vetë nuk e përballoj dot pa gjumë. Shumë si individ. Ajo që i them mamave është si ndjeshtin që nuk e fjetur. Ndjem e lodhur, e shtëruar emocionalisht. Them njësoj ndjehet dhe bebyt. Ndaj kur të kesh ndonjëherë dyshime që a duhet ta bëj këtë gjë, a mos ndoshta jam egoiste se po e bëj për veten time, them shiko se këtë e ka nevojë edhe bebyt, po e bën dhe për të. Instagrami dhe TikTok për gjumin. Ndim apo presion dhe faj? Tani unë Instagramin se shaj dot, sepse ishte hapësira dhe dritarja që unë gjeta... Përveç pjesës tënde. Okej. Po flas le të themi çfarë shikon ti? Orinda, më lëndohem shumë kur dalin tituj të tipit mos e përdor zhurmën e bardhë se po dëmton këtë gjën. Nëse ti e ke lënë te krevati yt, ai po ndjen dhe bëjnë dhe ca drama të tipit ai po ndjen se sa i vetmuar. Mami, ku je ti? Po. Them me vete, ky që e ka postuar këtë gjë, ai ndjen karmën që është duke krijuar. Pra ti një nën atje po e bën të lotoj. Kaq e thjesht. Dhe si mundesh të shkosh i qetë në shtrat duke menduar që ajo ka lotuar sot nga kjo gjëja? E ke ndihmuar, ndihmoje. Rregulloja gjumin, jepi çfarë ke në dorë për t'ia përmirësuar situatën, jo për ta futur edhe më thellë në atë gjendje që ajo është. Do rregullohet vetëm me kohën. Është një këshill e mençur apo thjesht një justifikim? Është një këshill kryesisht nga ato të cilat ja kanë kaluar vetë dhe i kanë fëmijët e rritur nga 20 vjeç tani dhe kanë haruar. E kanë harruar.
Këto e kanë harruar si ka qenë vërtet se s'ka mundësi. Sepse edhe një javë të duket shumë. Jo më të kaloj pas 5 vitesh, okej, fiksa jo bomba emocionale me sa atë që ti the, që ku e dihet se si do jetë gjendja ime pas 5 vitesh kur të ketë mësuar të flej vet. Jo, mos e merrni parasysh. Nëse ti duhet të bëni një ndryshim, bëjeni një ndryshim sa do i vogël, por që patjetër do rregulloj diçka. Në fund fare po e mbyll me disiplinën e gjuhës edhe pse ne folëm shumë. Gjithsesi është kujdes prindëror apo kontrolli të pruar. Kujdes prindëror. Unë mendoj që fëmijët që kanë disiplinë edhe më mbrapa, edhe kur të rriten, do ta ndjejnë vlerën e kësaj gjëje. Orela, e ke manifestuar bebin e dytë? Po, shumë. Në të gjitha llojet e formave. Kam tabelën e vizioneve ku bebi im i dytë është aty. Ndodhi një farë shpresa që ndodhi një shtatzani që na i rriti shpresat shumë, por që nuk arriti të përfundonte sepse bebit fetusit i pushoi zemra. Një le themi sfidë që më desh ta kalonim familjarisht në vitin e kaluar. Dhe kjo sigurisht është e pritur e dëshiruar, djali im e do shumë një motër ose një vëlla. Uroj shumë që Zoti ta ketë në planet e mia, në planet e tij për mua. Por nuk e dihet, sepse është një temë sensitive për mua, duke qenë se është diçka e re. Por edhe më sensitive se kur përpiqesh edhe nuk sheh që diçka tjetër po vjen, bëhet edhe më e pasigurt situata. Me qënë se ishte çështja e manifestimit, edhe doja si pyetje edhe për pjesën e manifestimit, ka pas mama që kanë thënë e kam manifestuar dhe mbeta shtatzan, kështu direkt. Nuk di si e bëjnë. E kam manifestuar që kur djali im ka qenë 3 vjeç, që do të thotë nuk është ashtu, ai është tani 7. Në fillim ka qenë se jo çdo marrëdhënie është e ndryshme. Në fillim ka qenë dëshirë shumë e madhe imja dhe mungesë gatishmërie nga im shoq për të bërë prind për herë të dytë. Ndonjëherë ne këtë e marrim për gjë të vogël. Se jam ush mendjen ti, po unë mendoj që nuk mund të nuk duhet të hyjnë duke bërë karma për ta bërë një tjetër prind me zor kur nuk është gati, se e kthej nga ana ime. Dhe pritëm sa gjërat tona të sistemoheshin dhe të provonim të kishim një beb. Dhe gjërat po shkonin mirë, siç ne shpresonim që të shkonin, deri në atë takim që unë në cilën javë ke qenë? Ka qenë java e 9. Unë shkova tek mjeku për të bërë ekon e radhës. Pas 3 ditësh ne kishim përnotuar të gjithë në Antalya, edhe familja ime këtu, edhe ne atje, të bënim pushime. Dhe do ishte një lajm surprizë. As timbiri nuk ja kisha dhënë, edhe e kisha dëgjuar Rahet e zemrës më herët, në fakt. Dhe kur je për mamin për herë të dytë, kur ke kaluar disa eko, e di se çfarë duhet të shohësh, dhe teksa ai tha duhet të shohim Rahet e zemrës mjeku, dhe aty nuk ishte as të kuqe, as blu, as një shenjë që tregonte kur ai lëvizte pajisjen. Kuptova që ishte ajo heshtja që nuk e mbushte asnjë gjë në ato momente. Modesh të dilja, por për mjekët është pak më e zakonshme, sigurisht. Dhe pasi lexon më mbrapa, është thjesht 1 në 4 raste, dhe ti po është thjesht 1 në 4 raste, por kjo ishte gjithmonë për mua ka për të mbetur fëmia im i dytë. Pavarësisht se nuk lindi. Pastaj ato procedurat e me radhë. Ishte vështirë, sepse edhe emocionalisht ishte një shtatzani që le të themi im shoq ishte gati, por kishte ato frikrat e veta, po mbaja mbi super shumë gjëra që familjen, qetësinë, lumturinë familje ta mbaja sa më lart, në mënyrë që kjo gjëja vetëm të na shtonte, të mos të na sillte vështirësi. Kisha ato sikletet e mia, veçanërisht tani e shoh si bekim Orinda, sepse zbulova disa gjëra rreth shëndetit tim që nuk i dija më përpara. Unë kur kam qenë shtatzan me Sjarin në javën e 6, pësoj një humbje ndjenjash dhe humba dhe aftësinë të folurit në një moment, dhe kjo zgjati për rreth 8 orë, dhe kam qenë shtruar atë natë në spital.
Dhe mjekët pastaj më nxorën me idenë që nuk ka asnjë gjë, bëm ato rezonancën magnetike dhe nuk ishte asnjë gjë. Dhe e ke parasysh kur thonë ndonjëherë më mirë i paditur se e më i lumtur, nuk u interesua asnjëherë se çfarë ishte kjo gjëja dhe shtatzania shkoi mirë deri në fund me djalin. E njëjta gjë më ndodhi edhe në herën e dytë, por me idenë që është pak panik, qetësou, shtriu, mendo pozitivisht dhe kjo gjë do të kalojë, pra ishte ky ersimi i syve, sytë që shihja drita, ose mpirja e duarve, mpirja e buzëve, dhe e lidha thjesht me ndonjë shqetësim që kisha vite pa e përjetuar për shkak të meditimit dhe faktit që unë kujdesesha për shëndetin mendor, thash, ndoshta për shkak të shtatzanisë ndodhi kjo dhe nuk shkova në spital. Dhe më pas, kur e pyes mjeku nëse kjo gjë mund të ketë ndikuar, çfarë është kjo gjë që mua më ndodh në shtatzani, më thotë, nëse anija futui, edhe pasagjerët mund të janë dëmtuar. Kështu që mund të ketë ndodhur nga kjo. Doli që gjatë shtatzanisë ka një risk për piksjen ose trashjen e gjakut. Gjë që mund të sistemohet lehtësisht me hollues gjaku në vijim. Pra nuk flasim për mutacionin më të hëfërë? Jo, në fakt duhet ta shoh termin se gjithmonë jam mësuar me termat në turqisht edhe nuk dua të gaboj. Por edhe pasi ja thash të thjesht në shtatzani do të marrësh një hollues gjaku, një aspirin, diçka e tillë dhe do të shkojë shumë mirë. Tani presim nëse dhe kur do të ketë një shtatzani. Me shumë mundësi, se unë nuk dua të ndryse, nuk e di diagnozën e saktë, unë vete kam. Le themi kur pata humbjen e parë, pas një analize, zbulova që kisha këtë lloj mutacioni, jo në formën e tim më të rëndë, por e kisha në trupin dhe shumica e njerëzve e kanë edhe pse nuk e din, meshkuj dhe gran njëkohësisht. Kështu që duhet një analizë genetike për ta zbuluar më pas nëse ke apo jo këtë që u bë pas, le themi, pas humbjes që unë pata humbjes parë. Kështu që ajo duhet, le themi, si një shkak për të kuptuar se në qa kenë në shëndetin tënd. Normalisht atë në gjatë shtatzanisë jepet ose aspirin ose mund të veprosh me gjilpëra njëkohësisht se varet nga grada që ti e ke. Me atarën mua më është dashur të përdor aspirinën. Për shumë aspirin protect për një muaj, në muajin e parë që unë beta shtatzan, më pas, le themi, nuk e kisha shumë të nevojshme për ta përdorur dhe ato e ndaluan, sepse shtatzania po ecte mirë. Por kam dëgjuar dhe raste të tilla që marrin, le themi, hollues akoma më të avancuar, le themi, shiringa të cilat bëhen në bark apo në krah, të cilat vazhdojnë pra të ketë një marrëvajtje të mirë shtatzania. Kështu që janë sa gjëra që neve edhe Zotin ai jep për të kuptuar. Po, për të kuptuar, sepse si mund të ishte e rrezikshme, edhe është e rrezikshme edhe për nënën, edhe sigurisht nuk do doja në asnjë rast që të vendosja rrezik jetën time, qoftë për Timbir, qoftë për bebin edhe për çdo gjë. Po, ti e mban mend, ndoshta e mban mend të kam shkruar një herë në DM që të kam parë në ëndër sikur të dyja kishim lindur binjak, edhe asnjë nga ne nuk ka një lindje të dy në këto momente, po atë ëndër unë e kam gjithmonë, unë e kam parë rindën në atë situatë. Uroj shumë për të dyja ne dhe për të gjitha vajzat që e duan shumë. Ai që kanë manifestuar do vi kur Zoti ta ketë shkruar në mënyrën më të mirë. Ornella, falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit shumë.